Në arkivat e Vlorës, të fshehura për më shumë se 100 vjet, ekziston një dokument që historianët zyrtar nuk duan ta diskutojnë publikisht. Është një letër e shkruar me dorën e vet Ismail Qemalit, 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë, ku ai pranon diçka të tmerrshme për lexuesin e sotëm. Plaku 80 vjeçar shkruante me dorë të dridhur se shteti që sapo kishte shpallur nuk kishte asnjë ushtri, asnjë thesar, asnjë kufi të njohur, dhe më e keqja, asnjë mbështetje të sigurt nga fuqitë e mëdha. Pse atëherë e bëri këtë hap të guximshëm që sot festohet si triumf kombëtar? Çfarë e shtyu këtë diplomat të moshuar të rrezikonte gjithçka për një ëndër që dukej e pamundur? Dhe pse, brenda javëve të para pas 28 nëntorit të vitit 1912, ëndra filloi të shndërrohej në makt? Përgjigjet që do të zbuloni sonte do të ndryshojnë përgjithmonë mënyrën si e shihni këtë ditë të lavdishme. Ismail Qemali nuk ishte një revolucionar i ri i plot idealizëm dhe pa përvojë në lojrat e pushtetit. Përkundrazi, ai ishte një burr shteti me karrierë të gjatë në administratën osmane, njeri që kishte shërbyer si guvernator në shumë provinca të perandorisë, që kishte njohur personalisht sultanët dhe ministrat e tyre, dhe që e dinte saktësisht se si funksiononin mekanizmat e pushtetit në nivel ndërkombëtar. Kur u ngjit në balkonin e shtëpisë së Vlora në atë ditë të ftohtë nëntori, ai nuk ishte një ëndërrimtar naiv, por një llogaritës i ftohtë që kishte vendosur të luante bigjozin më të madh të jetës së tij. Për ta kuptuar pse ky bigjoz dukej aq i çmendur, duhet të kthehemi pak prapa në kohë dhe të shohim situatën në të cilën ndodheshin shqiptarët në vjeshtën e vitit 1912. Lufta e parë ballkanike kishte shpërthyer vetëm disa javë më parë dhe ushtritë e Serbisë, Malit të Zi, Greqisë dhe Bullgarisë po përparonin me shpejtësi të jashtëzakonshme kundër forcave osmane. Perandoria që kishte sunduar Ballkanin për 500 vjet po shembej si kështjell prej rëre përpara valës së Baticës. Shqiptarët ndodheshin në një situatë paradoksale dhe të tmerrshme. Nga njëra anë, ata kishin qenë ndër shtetasit më besnik të perandorisë osmane, duke shërbyer si ushtar, oficer dhe funksionar të lartë. Nga ana tjetër, kolapsi i perandorisë nuk do të thoshte liri për ta, por përkundrazi, copëtim dhe pushtim nga fqinjet ballkanik që kishin plane shumë të qarta për tokat shqiptare. Serbia kishte synuar daljen në det përmes Shqipërisë së Veriut, Greqia pretendonte gjithë Shqipërinë e Jugut deri në Vlorë si tokë greke të lashtë, ndërsa Mali i Zi rrethonte tashmë Shkodrën. Çfarë mund të bënte një popull pa shtet, pa ushtri të organizuar, pa aleat të sigurt, përballë kësaj stuhje që po afrohej? Kjo ishte pyetja që mundonte Ismail Qemalin dhe patriotët e tjerë shqiptar në ato ditë të errëta. Por Qemali kishte një avantazh që shumica e bashkëkombësve të tij nuk e kishin, ai e njihte diplomacinë europiane nga brenda dhe e dinte se fuqitë e mëdha, veçanërisht Austria, Hungaria dhe Italia, kishin interes strategjik që Shqipëria të mos binte në duart e Serbisë ose Greqisë. Udhtimi i Ismail Qemalit drejt Vlorës ishte vetë një odise plot rreziqe dhe pasiguri. Ai kishte nisur nga Bukureshti, kishte kaluar nëpër Vjen ku kishte takuar zyrtar austriak, dhe pastaj kishte vazhduar drejt Triestes ku e priste një anije që do ta çonte në atë. Por çdo hap i këtij udhtimi ishte i mbushur me pasiguri, sepse situata ndryshonte çdo ditë dhe askush nuk dinte se çfarë do të gjente kur të mbërrinte në Shqipëri. Kur Qemali mbërriti në Vlorë në 21 nëntor të vitit 1912, ai gjeti një qytet në kaos. Lajmet nga fronti ishin katastrofike, ushtrit osmane po tërhiqeshin në të gjitha drejtimet dhe refugjat nga viset veriore po mbërrinin me tregime të tmerrshme për dhunën dhe shkatërimin. Por Qemali nuk kishte kohë për të pritur, sepse çdo ditë vonesë mund të thoshte se Serbia ose Greqia do të krijonin fakte të kryera në terren. Brenda 7 ditëve, plaku 80 vjeçar arriti të mbledhej në Vlorë delegat nga të gjitha viset shqiptare, një arritje që në vetvete ishte e jashtëzakonshme duke pasur parasysh gjendjen e komunikimeve dhe kaosit që mbretëronte. Këta delegat përfaqësonin një mozaik të larmishëm, bejlere agallar nga veriu, intelektual dhe tregtar nga qytetet bregdetare, klerik musliman dhe të krishterë, njerëz që shpesh kishin interesa të ndryshme dhe madje të kundërta. Por Qemali arriti t'i bashkonte rreth një ideje të vetme, shpallja e pavarësisë si mënyra e vetme për të shpëtuar nga copëtimi. 28 nëntori i vitit 1912 ishte një ditë e ftohtë dhe me re në Vlorë. Rrugët e qytetit ishin mbushur me njerëz që kishin ardhur të dëgjonin lajmin e madh. Në shtëpinë e Vlora, e njohur sot si Muzeu i Pavarësisë, delegatët ishin mbledhur për të marrë vendimin historik. Por pak prej tyre e dinin realitetin e plot të situatës, faktin se ky akt simbolik do të duhej të mbështetej me shumë më tepër se fjalë dhe flamuj.
Kur Ismail Qemali doli në balkon dhe ngriti flamurin e zi me shqiponjën dykrenore, turma bërtiti me gëzim. Lotët rridhnin nëpër fytyrat e burrave të thinjur që kishin ndëruar këtë moment gjithë jetën e tyre. Gratë qanin dhe fëmijët vrapojnin nëpër rrugë duke thirrur Shqipëria e lirë. Ishte një moment magjik, një çast kur e pamundura dukej se kishte ndodhur. Por sa prej atyre që festonin e dinin se çfarë po i priste në ditët dhe javët e ardhshme? Dokumenti i pavarësisë që u nënshkrua atë ditë ishte i shkurtër dhe solemn. Ai shpallte se Shqipëria ishte tashmë një shtet i pavarur dhe neutral në mbrojtjen e fuqive të mëdha europiane. Por këtu qëndronte problemi i parë i madh, fuqitë e mëdha nuk ishin konsultuar paraprakisht dhe nuk kishin dhënë asnjë garanci konkrete. Qemali po luante me letra që ende nuk i kishte në dorë. Menjëherë pas shpalljes, u formua një qeveri e përkohshme me Ismail Qemalin si kryeministër dhe ministër i jashtëm. Por kjo qeveri kishte një problem thelbësor, ajo nuk kontrollonte pothuajse asgjë. Territori që pretendonte Shqipëria ishte tashmë pjesërisht i pushtuar nga forcat serbe, greke dhe malazeze. Thesari ishte bosh. Nuk kishte ushtri kombëtare, vetëm grupe të armatosura lokale që i bindeshin kryetarëve të tyre dhe jo një komande qendrore. Në ditët e para pas shpalljes së pavarësisë, Qemali u përball me një realitet brutal. Telegrafi që mbërrinin në Vlorë sillnin lajme gjithnjë e më të këqija. Ushtria serbe kishte hyrë tashmë në Durrës, qyteti i dytë më i madh bregdetar i Shqipërisë. Forcat greke po përparonin drejt Gjirokastrës dhe Korçës. Shkodra ishte e rrethuar nga malazezët dhe qendresa heroike e saj nuk mund të zgjaste pafundësisht pa ndihmë. Çfarë mund të bënte Qemali përballë kësaj situate? Ai vendosi të përdorte armën e vetme që kishte, diplomacinë. Menjëherë pas shpalljes, ai dërgoi telegrafe dhe letra në të gjitha kryeqytetet europiane, duke njoftuar lindjen e shtetit të ri dhe duke kërkuar njohje dhe mbrojtje. Por përgjigjet vonoheshin dhe kur vinin, ishin të paqarta dhe plot rezerva. Austria-Hungaria ishte fuqia më e interesuar për ekzistencën e një Shqipërie të pavarur, sepse kjo pengonte Serbinë të dilte në Adriatik. Por edhe Viena nuk ishte gati të angazhohej ushtarakisht për të mbrojtur kufijt shqiptar. Italia kishte gjithashtu interes për Shqipërinë, por më shumë si sferë influence të saj sesa si shtet vërtet të pavarur. Britania e Madhe dhe Franca ishin më të interesuara të ruanin ekuilibrin evropian sesa të mbrojnin të drejtat e një populli të vogël ballkanik. Javët e para të shtetit të ri ishin një kaos i plot administrativ dhe ushtarak. Qemali përpiqej të organizonte një qeveri funksionale praktikisht nga hiçi. Duhej të krijoheshin ministri, të emëroheshin funksionar, të vendosej një sistem taksash, të organizoheshin forca të armatosura. Por si mund të bëhej e gjithë kjo kur territori ishte i pushtuar, kur nuk kishte para, kur komunikimi me viset e ndryshme ishte pothuajse i pamundur? Një nga problemet më të mëdha ishte mungesa e njësisë së brendshme. Edhe pse delegatët kishin nënshkruar dokumentin e pavarësisë, kjo nuk do të thoshte se të gjithë shqiptarët ishin bashkuar rreth qeverisë së Vlorës. Në veri, disa krerë lokal kishin lidhjet e tyre me malin e zi ose me qendra të tjera pusheti. Në jug, populatat e përziera krijonin situata komplekse. Esat Pash Toptani, një figurë e fuqishme nga Tirana, kishte ambicjet e veta dhe nuk ishte i gatshëm t'i nënshtrohej pa kushte autoritetit të Qemalit. Në dhjetor të vitit 1912, situata ushtarake u përkeqësua edhe më shumë. Ushtritë serbe kishin mbërritur deri në brigjet e Adriatikut dhe po kryenin akte dhune ndaj popullatës shqiptare. Raportet që mbërrinin në Vlorë ishin të tmerrshme, fshatra të djegura, njerëz të dëbuar nga vatrat e tyre, pasuri të plaçkitura. Qemali protestonte me gjithë forcën e tij në kancelarit europiane, por protestat diplomatike nuk ndalonin tanksat dhe pushkët. Greqia, nga ana e saj, kishte filluar të vendoste administratën e vet në viset jugore që pretendonte. Në Gjirokastër, Korçë dhe qytete të tjera, flamuri grek ishte ngritur dhe autoritetet greke po përpiqeshin të krijonin fakte të kryera. Popullata shqiptare e këtyre viseve gjendej në një situatë të pamundur, të pushtuar nga një fuqi e huaj që pretendonte se ata nuk ekzistojnin fare si komb i veçantë. Por pikërisht në këtë moment më të errët, ndodhi diçka që Qemali e kishte parashikuar dhe për të cilën kishte punuar me gjithë forcën e tij diplomatike. Fuqitë e mëdha europiane vendosën të mblidhen për të diskutuar çështjen shqiptare. Konferenca e ambasadorëve në Londër, e hapur në dhjetor të vitit 1912, do të vendoste fatin e shtetit të ri shqiptar.
por a do të ishte ky vendim në favor të shqiptarëve, apo do të sillte zhgënjime të reja? Qemali nuk ishte i ftuar personalisht në konferencën e Londrës, një fakt që tregonte pozitën e dobët të shtetit të ri në skenat ndërkombëtare. Shqipëria ishte objekt diskutimi, jo subjekt me të drejtë vote. Fati i saj do të vendosej nga të tjerët, nga fuqitë e mëdha që kishin interesat e tyre dhe që shpesh i konsideronin shqiptarët si figura në një lloj shahu gjeopolitik. Ndërkohë që diplomatët diskutonin në Londër, në teren situata vazhdonte të përkeqësohej. Refugjatët vërshojnin drejt viseve që ende nuk ishin të pushtuara. Vlora, qyteti që kishte parë shpalljen e pavarësisë, ishte mbushur me njerëz të zhvendosur që kishin humbur gjithçka. Qemalia, qeveria dhe qyteti nuk kishin resurse për të përkujdesur për këtë krizë humanitare. Si mundi Ismail Qemali të qëndrojë në këtë situatë të pamundur? Çfarë e mbajti të gjallë shpresën e tij kur gjithçka dukej e humbur? Dhe a e dinte ai se vendimet që po merrte në ato ditë kaotike do të përcaktonin fatin e kombit për dekada të tëra? Dimri i vitit 1912 dhe 1913 ishte një nga më të vështirët në kujtesën e shqiptarëve. Temperaturat e ulta, mungesa e ushqimit, kaosi administrativ dhe prania e ushtrive të huaja krijonin një situatë humanitare katastrofike. Në shumë vise, popullata civile vuante më shumë se ushtarët që luftojnin. Qemali vazhdonte punën e tij diplomatike me një energji të jashtëzakonshme për moshën e tij. Ai shkruante 10 letra çdo ditë, dërgonte emisar në kryeqytete të ndryshme, takonte përfaqësues të huaj që vinin në Vlorë. Ai e dinte se fati i Shqipërisë nuk do të vendosej në fushën e betejës, ku shqiptarët ishin të dobët, por në tryezat e negociatave, ku ai kishte përvojë dhe aftësi. Por diplomacia kishte kufijtë e saj. Në konferencën e Londrës, diskutimet ecnin ngadalë dhe shpesh në drejtim të gabuar për interesat shqiptare. Rusia mbështeste pretendimet serbe dhe malazeze, ndërsa Franca anonte nga ana greke. Vetëm Austria-Hungaria dhe, në masë më të vogël, Italia mbrojnin idenë e një Shqipërie të pavarur me kufi të gjerë. Një nga çështjet më të debatuara ishte fati i Shkodrës, qytetit të madh verior që malazezët kishin rrethuar prej muajsh. Shkodra kishte rezistuar me heroizëm, duke u bërë simbol i qëndresës shqiptare. Por sa kohë mund të qëndronte pa ndihmë? Dhe çfarë do të ndodhte nëse binte në duart malazeze? Në fillim të vitit 1913, konferenca e Londrës mori disa vendime që, edhe pse jo perfekte, i dhanë Shqipërisë një bazë ligjore ndërkombëtare. Fuqitë e mëdha njohën parimin e një Shqipërie autonome, edhe pse detajet e kufive dhe statusit të saktë do të diskutoheshin ende. Kjo ishte një fitore e madhe diplomatike për Qemalin, edhe pse ishte vetëm fillimi i një betejë të gjallë. Por njohja në parim nuk e ndryshonte realitetin në terren. Ushtritë e huaja vazhdonin të qëndronin në territorin shqiptar. Administrata që Qemali përpiqej të ndërtonte nuk kishte mjete për të funksionuar. Rivalitetet e brendshme shqiptare krijonin pengesa shtesë. Disa krerë lokal shihnin në kaos një mundësi për të forcuar pozitat e tyre personale në kurriz të shtetit të ri. Esat Pash Toptani ishte ndër figurat më problematike për qeverinë e Vlorës. Ky burr ambicios nga Tirana kishte krijuar lidhje me serbët dhe me qarqe të tjera të huaja, dhe nuk e fshihte aspiratat e tij për pushtet. Qemali u përpoq ta integronte në strukturat e shtetit, duke i ofruar pozita të larta, por Esati luante lojën e vet, shpesh në kundërshtim me interesat kombëtare. Pranvera e vitit 1913 solli zhvillime të reja, si pozitive ashtu edhe negative. Nga njëra anë, presioni ndërkombëtar detyroi Serbinë të tërhiqej nga disa territore shqiptare, duke përfshirë Durrësin. Kjo ishte një fitore e madhe, edhe pse e arritur jo me forcën e armëve shqiptare, por me ndërhyrjen diplomatike të fuqive të mëdha. Nga ana tjetër, çështja e kufive mbetej e hapur dhe pretenduesit shqiptar humbisnin çdo ditë territore që i konsideronin të tyre. Shkodra, pas një rrethimi të gjatë dhe heroik, ra në fund në duart malazeze në prill të vitit 1913. Kjo ishte një goditje e rëndë psikologjike për shqiptarët, edhe pse fuqitë e mëdha u angazhuan të detyrohej Mali i Zi ta braktiste qytetin. Përballja e ashpër ndërmjet Vienës dhe Cetinjes për fatin e Shkodrës tregoi se çështja shqiptare ishte bërë një nga pikat e nxehta të politikës europiane. Në maj të vitit 1913, konferenca e Londrës mori vendimin përfundimtar për njohjen e Shqipërisë si shtet i pavarur dhe sovran. Por bashkë me këtë njohje erdhën edhe kushte të rënda.
Shqipëria do të ishte një principat në garancin e fuqive të mëdha, me një princ të huaj në krye që do të zgjidhej nga këto fuqi. Kufit do të përcaktoheshin nga një komision ndërkombëtar që do të thoshte se shqiptarët nuk do të kishin fjalën e fundit për territoret e tyre. Qemali e pranoi këtë kompromis sepse alternativa ishte edhe më e keqe, mosnjohja dhe coptimi i plodh. Por ai e dinte se kjo ishte vetëm një fitore e pjesshme dhe se betejat e vërteta do të vinin më vonë. Si do të ruante Shqipëria pavarësinë e saj kur ishte aq e varur nga vullneti i fuqive të mëdha? Si do të bashkoheshin shqiptarët rreth një shteti që shumë prej tyre nuk e kishin zgjedhur? Vere e vitit 1913 ishte një periudhë e përzier shpresash dhe zhgënjimesh. Njoja ndërkombëtare ishte arritur, por problemet e brendshme dhe të jashtme mbeteshin të shumta. Komisioni ndërkombëtar i kontrollit mbërriti në Shqipëri për të mbikëqyrur tranzicionin, por prania e tij ishte një kujtesë e përhershme se Shqipëria nuk ishte ende zotëruese e fatit të vet. Caktimi i kufive ishte një proces i dhimbshëm që la plagë të thella në ndërgjegjen kombëtare shqiptare. Komisioni ndërkombëtar vendosi kufi që lanë jashtë Shqipërisë popullata të mëdha shqiptare, në Kosovë që ju dha Serbisë, në Çamëri që ju dha Greqisë, në vise të tjera që u ndan mes fqinjëve. Qemali protestoi me të gjitha mjetet diplomatike që kishte, por zëri i tij ishte i dobët përballë interesave të fuqive të mëdha. Në gusht të vitit 1913, Qemali u detyrua të udhëtonte në Evropën perëndimore për të vazhduar betejën diplomatike. Ai la pas një Shqipëri në kaos, me qeveri të dobët, me rivalitete të brendshme, me territore ende të pushtuara. Ishte një ndarje e dhimbshme, por ai besonte se puna e tij diplomatike ishte thelbësore për të shpëtuar çfarë mund të shpëtojë. Por mund Qemali të shpëtojë vërtet Shqipërinë me diplomaticë kur realiteti në terren ishte aq brutal? A ishte ai njeri i duhur për të udhëhequr një kombë në një moment kaq kritik? Dhe çfarë do të ndodhte me shtetin e ri kur themeluesit e tij fillusin të përleshen mes veti? Viti 1913 ishte viti i lindjes zyrtare të shtetit shqiptar, por edhe viti kur u bën të dukshme të gjitha dobësitë e tij. Mungesa e njësisë kombëtare, varësia nga fuqitë e huaja, pamundësia për të kontrolluar territorin, rivalitetet personale të udhëheqësve, të gjitha këto probleme që do të mundonin Shqipërinë për dekada filluan të shfaqen qysh në ato muaj të parë. Komisioni ndërkombëtar i kontrollit u përpoq të vendoste rend në kaosin shqiptar, por pushtetet e tij ishin të kufizuara dhe interesat e anëtarëve të tij shpesh ishin të kundërta. Oficerët holandez, austriak, italian, britanik dhe të tjerë që përbënin këtë komision shihnin Shqipërinë nga këndvështrime të ndryshme dhe shpesh nuk binin dakord mes tyre për hapat që duheshin ndërmarrë. Ndërkohë, kërkimi për një princ që do të udhëhiqte Shqipërinë vazhdonte në kancelaritë europiane. Kandidatë të ndryshëm u propozuan dhe u hodhën poshtë. Disa nuk donin të merrnin përsipër një detyrë kaq të vështirë. Të tjerë nuk ishin të pranueshëm për njërin ose tjetrën fuqi të madhe. Shqipëria qëndronte pa kreun e shtetit ndërsa koha kalonte dhe problemet grumbulloheshin. Qemali, në Paris dhe Londër, vazhdonte betejën e tij diplomatike me një këmbëngulje të admirueshme. Ai takonte ministra dhe ambasador, shkruante memorandume dhe nota, lobonte për interesat shqiptare. Por ai ishte tashmë një burr i moshuar, i lodhur nga udhëtimet dhe shqetësimet, dhe shëndeti i tij fillonte të jepte shenja dobësie. Çfarë mendonte Qemali në ato net të gjata në hotelet e Parisit dhe Londrës, larg nga atë që kishte ëndërruar ta çlironte? A pendoi për vendimin e 28 nëntorit? A besonte ende se Shqipëria mund të bëhej një shtet i vërtet, funksional dhe i respektuar? Apo e kuptonte se kishte hapur një rrugë nga e cila nuk kishte kthim, por as garanci suksesi? Në vjeshtën e vitit 1913, situata në Shqipëri u përkeqësua sërish. Kryengritje lokale shpërthyen në disa vise, disa kundër autoriteteve të huaja që ende ishin prezente, të tjera kundër qeverisë qendrore. Esat Pash Toptani vazhdonte intrigat e tij, duke krijuar një pol alternativ pushteti që sfidonte autoritetin e Vlorës. Dimri i vitit 1913 dhe 1914 gjeti Shqipërinë në një gjendje të mjerueshme. Shteti ekzistonte në letër, por në realitet kontrollonte vetëm disa qytete bregdetare. Fshatrat e brendshme jetonin sipas ligjeve të tyre tradicionale, pa e njohur autoritetin qendror. Refugjatët nga viset e humbura ende nuk kishin gjetur strehë të përhershme. Në mars të vitit 1914, më në fund u zgjodh princi që do të udhëhiqte Shqipërinë.
Ilhelmi Idit, një oficer gjerman i lidhur me familjen mbretërore europiane, pranoi të bëhej sovrani i shtetit të ri. Por a do të mund të ky huaj ta kuptonte dhe ta udhëhiqte një vend kaq kompleks dhe me probleme kaq të mëdha? Qemali e priti lajmin me ndjenja të përziera. Nga njëra anë, caktimi i Prinicit ishte një hap përpara drejt konsolidimit të shtetit. Nga ana tjetër, kjo do të thoshte se ai vetë do të kalonte në plan të dytë, pas 2 vjetësh sakrifica dhe përpjekjesh të pareshtura. Si do të ishin raportet mes tij dhe princit të ri? A do ta pranonte rolin e këshilltarit pasi kishte qenë udhëheqësi? Mbërritja e princit i në Durrës në mars të vitit 1914 shënoi fillimin e një kapitulli të ri në historinë e Shqipërisë, por edhe fundin e kapitullit të Ismail Qemalit. Plaku që kishte ngritur flamurin në Vlorë 28 nëntorit 1912 nuk kishte vend në qeverinë e princit të ri. Ai u detyrua të tërhiqej nga skena politike, duke parë me trishtim se vendi që kishte themeluar po merrte drejtim pa të. Por çfarë ndodhi me Shqipërinë pas largimit të Qemalit? A ja doli princi i huaj të stabilizonte vendin? Dhe çfarë mësimesh mund të nxirrte ky kapitull i parë i historisë shqiptare për brezat e ardhshëm? Sundimi i princit i zgjati vetëm 6 muaj, një periudhë kaotike që tregoi të gjitha dobësitë e shtetit të ri. Princi, pa e njohur vendin, pa e kuptuar mentalitetin dhe dinamikat lokale, u gjend i rrethuar nga intrigantë dhe aventurier. Esat Pash Toptani vazhdonte lojrat e tij, tani me titull zyrtar në qeverinë e princit. Kryengritje të reja shpërthyen në disa vise, disa me mbështetje të fshehur nga Greqia ose Serbia. Në veri, krerët musliman ishin të pakënaqur me politikat e princit. Në jug, popullata ortodokse ndjente presionin e propagandës greke. Në qendër, rivalitetet mes grupeve të ndryshme bllokojnin çdo përpjekje për të ndërtuar institucione funksionale. Parat nuk mjaftojnin as për pagat e funksionarëve, e lëre më për projekte zhvillimore. Princi i ishte pothuajse i burgosur në pallatin e tij në Durrës, i paftë të ushtrojë pushtet real jashtë mureve të qytetit. Oficerët e huaj që e rrethonin nuk mundnin ta ndihmonin sepse vetë ata nuk e kuptonin situatën. Kur shpërtheu lufta e parë botërore në korrik të vitit 1914, fati i Shqipërisë u bë edhe më i pasigurt. Në shtator të vitit 1914, princi i u largua nga Shqipëria duke e lanë vendin pa kreun e shtetit. Ajo që kishte nisur me gëzim dhe shpresë 28 nëntorit 1912 kishte degraduar në kaos të plot brenda 2 vjetësh. Shqipëria hynte në luftën e parë botërore si një territor i pushtuar nga forcat e ndryshme luftuese, pa qeveri, pa ushtri, pa asnjë garanci për të ardhmen. Ismail Qemali e ndoqi këtë shembje nga larg, nga eksili i tij europian, me zemër të thyrë. A kishte dështuar ëndra e tij? A kishte qenë i kot sakrifikimi i tij? Qemali besonte se jo, se edhe në momentin më të errët, ideja e Shqipërisë së pavarur ishte gjallë dhe do të ringjallej. Por a kishte të drejtë? Lufta e parë botërore solli shkatërim të tmerrshëm në Shqipëri. Ushtri të ndryshme, serbe, greke, italiane, austro-hungareze, bullgare, kaluan nëpër territorin e vogël, duke lënë pas vdekje dhe rënoja. Popullata civile vuajti tmerrësisht nga luftimet, nga sëmundjet, nga uria. Shqipëria u bë fushëbetejë e fuqive të mëdha pa patur asnjë zë në vendimet që preknin fatin e saj. Por pikërisht në këtë periudhë më të errët, ideja e shtetësisë shqiptare nuk u shua plotësisht. Në Paris, në Rom, në Vjenë, diplomatë dhe patriotë shqiptar vazhdonin të lobonin për çështjen e tyre. Kur lufta mbaroi në vitin 1918, Shqipëria ishte sërish në tryezën e negociatave. Sakrifikimi i Qemalit nuk kishte qenë i kollë. Në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919, fati i Shqipërisë u diskutua sërish. Greqia dhe Italia kishin plane për ta copëtuar dhe për ta zhdukur si shtet. Por fal lobimit të vendosur të patriotëve shqiptar dhe fal interesave të disa fuqive që donin ta ruanin ekuilibrin në Ballkan, Shqipëria mbeti gjallë. Ky ishte trashëgimia e 28 nëntorit 1912, ideja që nuk u shua. Ismail Qemali nuk e pa ringjalljen e shtetit që kishte themeluar. Por vepra e tij mbeti si themel mbi të cilin u ndërtua Shqipëria moderne. 28 nëntori, data kur ai ngriti flamurin në Vlorë, u bë dita kombëtare që bashkon të gjithë shqiptarët, pavarësisht dallimeve të tyre. Por çfarë mësojmë ne sot nga kjo histori? A ishte Qemali hero apo aventurier?
A ishte shpallja e pavarësisë një akt i guximshëm dhe i nevojshëm, apo një bixhos i rrezikshëm që solli dekada vuajtjesh? Përgjigjet ndoshta nuk janë të thjeshta, por pyetjet meritojnë të parashtrohen ndërsa festojmë këtë ditë historike. Dokumentet sekrete që mbetën pas Qemalit tregojnë një figurë shumë më komplekse se sa miti kombëtar na ka mësuar. Letrat e tij private zbulojnë një njeri të mbushur me dyshime dhe shqetësime, por edhe me një besim të pathyeshëm në kauzën e tij. Ai e dinte se po rrezikonte gjithçka, por besonte se alternativa, mosveprimi, do të ishte edhe më katastrofike. Arkivat e kancelarive europiane përmbajnë qindra dokumente që flasin për lojrat diplomatike rreth Shqipërisë në ato vite kritike. Çdo fuqi e madhe kishte planet e veta për këtë territor strategjik në brigjet e Adriatikut. Shqiptarët ishin shpesh viktima të këtyre lojrave, por fal njerëzve si Qemali, ata mundin të mbjetonin dhe ta ruanin identitetin e tyre kombëtar. 28 nëntori 1912 mbetet një ditë triumfi, por edhe një ditë që na kujton koston e lirisë. Qemali dhe bashkëpunëtorët e tij na lanë një shtet, por edhe një detyrim, ta ruajmë dhe ta forcojmë atë që ata krijuan me aq sakrifica. A jemi ne në lartësinë e kësaj detyre? Në arkivat e Ministrisë së Jashtme britanike, të klasifikuara si tepër sekrete për më shumë se 80 vjet, ekziston një dosje që mban titullin e thjeshtë Çështja shqiptare, 1914 deri 1918. Brenda kësaj dosjeje ndodhen telegrafe dhe raporte që zbulojnë një realitet të tmerrshëm për fatin e Shqipërisë gjatë luftës së parë botërore, një realitet që historianët zyrtar e kanë fshehur për dekada të tëra. Sipas këtyre dokumenteve, fuqitë e mëdha europiane kishin rënë dakord në mënyrë sekrete për coptimin e plotë të Shqipërisë, duke ia ndarë territorin Italisë, Greqisë dhe Serbisë, dhe vetëm një seri rastësish dhe ndryshimesh të papritura në ekuilibrin e fuqive e shpëtuan shtetin e ri nga zhdukja e plotë. Pse këto dokumente u mbajtën sekrete për kaq gjatë? Çfarë zbulojnë ato për lojrat e fshehura diplomatike që vendosën fatin e një kombi të tërë? Dhe si mundi Shqipëria të mbjetoj kur të gjitha shanset ishin kundër saj? Për ta kuptuar plotësisht dramën e viteve të luftës, duhet të kthehemi në momentin kur princi Jed u largua nga Durrësi në shtator të vitit 1914, duke e lënë Shqipërinë pa kreun e shtetit pikërisht kur Europa po zhytej në konfliktin më të përgjakshëm që kishte parë ndonjëherë. Largimi i princit nuk ishte thjesht një ngjarje politike, por një simbol i thellë i braktisjes që shqiptarët do të përjetonin në vitet e ardhshme nga ata që kishin premtuar t'i mbronin dhe t'i udhëhiqnin drejt një të ardhmeje më të mirë. Ismail Qemali, tashmë i larguar nga skena politike aktive dhe i strehuar në Evropën perëndimore, e ndoqi me dhimbje të thellë shpërbërjen e shtetit që kishte themeluar me aq sakrifica vetëm 2 vjet më parë. Në ditarët e tij privat, të cilat u zbuluan vetëm dekada më vonë, ai shkruante për netet e pagjumë që kalonte duke menduar për fatin e bashkëkombësve të tij, për fshatrat që po digjeshin, për refugjatët që endeshin nëpër rrugë pas tre dhe pa shpresë. Por edhe në këto momente më të errëta, Qemali nuk e humbi besimin se ideja e Shqipërisë do të mbjetonte, sepse ai besonte se një popull që kishte duruar 500 vjet në sundim të huaj nuk do të zhdukej tani që kishte shijuar, qoftë edhe për një çast, ëmbëlsinë e lirisë. Situata në teren ishte vërtet apokaliptike në kuptimin më të plotë të fjalës. Pas largimit të princit Jed, Shqipëria u shndërrua në një territor pa ligj ku grupe të ndryshme të armatosura luftonin mes tyre për kontroll dhe resurse, ndërsa ushtritë e huaja hynin dhe dilnin sipas nevojave të tyre strategjike pa i kushtuar asnjë vëmendje vuajtjeve të popullatës civile. Esat Pash Toptani, figura më kontroverse e kësaj periudhe, shpalli veten kryetari një qeverie rivale në Shqipërinë e Mesme, duke thelluar edhe më shumë përçarjen e brendshme në një moment kur njësia ishte më e nevojshme se kurrë. Në jug, forcat greke kishin pushtuar tashmë Gjirokastrën, Korçën dhe vise të tjera të gjera, duke vendosur administratën e tyre dhe duke filluar një fushat sistematike për të ndryshuar karakterin demografik dhe kulturor të këtyre territoreve. Shkollat shqipe u mbyllën, gjua shqipe u ndalua në jetën publike dhe çdo shprehje e identitetit kombëtar shqiptar u ndëshkua me ashpërsi. Kjo nuk ishte thjesht pushtim ushtarak, por një përpjekje e qëllimshme për të zhdukur vetë idenë se këto territore ishin shqiptare. Në veri, situata ishte po aq e rëndë, por në mënyra të ndryshme që reflektonin kompleksitetin e dinamikave lokale dhe ndërkombëtare. Forcat serbe dhe malazeze kishin kontrolluar vise të gjera para se të detyroheshin të tërhiqeshin nga ofensiva austro-hungareze, por tërheqja e tyre la pas një shkatërim të plotë dhe një popullsi të traumatizuar që kishte parë dhe përjetuar gjëra të tmerrshme.
Pastaj erdhen austro-hungarezët, të cilët sollën një lloj rendi, por një rend që shërbente interesave të tyre ushtarake dhe jo nevojave të popullatës vendase. Italia, fuqia që kishte pretenduar se donte të mbronte Shqipërinë, zbarkoi forcat e saj në Vlorë në dhjetor të vitit 1914, duke filluar një prani ushtarake që do të zgjaste për vite të tëra dhe që do të merrte forma gjithnjë më koloniale me kalimin e kohës. Italianët pretendonin se kishin ardhur si mbrojtës dhe miq, por veprimet e tyre tregonin qartë se i shihnin shqiptarët si një popull inferior që duhej civilizuar dhe kontrolluar, jo si partner të barabartë në një aleancë të ndershme. Në këtë kaos të plot, popullata civile shqiptare vuante në mënyra që është e vështirë t'i përshkruash me fjalë edhe sot, më shumë se 100 vjet më vonë. Uria ishte e përhapur në të gjitha viset, sepse luftimet kishin shkatëruar të korrat dhe kishin penguar punën bujqësore, ndërsa rrugët e bllokuara e bënin të pamundur transportin e ushqimit nga njëri vend në tjetrin. Sëmundjet, veçanërisht tifo dhe kolera, përhapeshin me shpejtësi në kushtet e mjerueshme higjienike, duke korrur jetë në shkallë që i afroi një epidemie të vërtetë. Refugjatët ishin kudo, njerëz që kishin humbur shtëpitë, familjet, gjithçka që kishin pasur dhe që tani endeshin nëpër rrugë duke kërkuar streh dhe ushqim që askush nuk mund të t'ua jepte. Fëmijët jetim, gratë e veja, pleqt e braktisur, të gjithë këta përbënin një masë njerëzore vuajtjesh që lëvizte nga njëri vend në tjetrin duke ikur nga luftimet dhe duke kërkuar një vend ku të mund të mbijetonin qoftë edhe për një ditë tjetër. Por pikërisht në këtë periudhë më të errët të historisë shqiptare, ndodhen edhe akte heroizmi dhe solidariteti që meritojnë të kujtohen dhe të nderohen. Në shumë fshatra, familjet ndanin ushqimin e tyre të pakët me refugjatët që mbërrinin, edhe kur kjo do të thoshte se vetë ata do të vuanin nga uria. Mjek dhe infermier punonin pa pushim për të shpëtuar jetë, shpesh pa ilaçe dhe pa pajisje, duke u mbështetur vetëm në diturinë dhe përkushtimin e tyre. Mësues vazhdojnin të mësonin fëmijët në kushte të pamundura, duke besuar se dija ishte arma më e fuqishme për të ardhmen e kombit. Në arenën ndërkombëtare, diplomatë dhe patriotë shqiptar vazhdojnin betejën e tyre për të mbajtur gjallë çështjen shqiptare në ndërgjegjen e fuqive të mëdha, edhe kur këto fuqi ishin të përqendruara në luftën e tyre të përgjakshme dhe nuk kishin kohë për problemet e një kombi të vogël ballkanik. Në Paris, në Rom, në Londër, në Gjenevë, zëra shqiptar ngrihen për të kujtuar se ekzistonte një popull që po vuante dhe që meritonte të drejtën për të jetuar i lirë në tokën e vet. Një nga figurat më të rëndësishme të kësaj betejë diplomatike ishte Fan Noli, një prift ortodoks dhe intelektual i shquar që do të luante një rol vendimtar në historinë shqiptare të dekadave të ardhshme. Noli, i cili kishte studiuar në Amerikë dhe kishte lidhje të gjera në qarqet intelektuale dhe politike perëndimore, u bë njëri nga zërat më të fuqishëm për çështjen shqiptare në tribunat ndërkombëtare. Ai shkruante artikuj, mbante fjalime, takonte politikan dhe gazetar, duke përpjekur të ndërtonte një opinion publik të favorshëm për Shqipërinë në një kohë kur shumica e botës as nuk e dinte se ku ndodhej ky vend i vogël. Marrëveshja sekrete e Londrës e vitit 1915 ishte njëra nga goditjet më të rënda për shpresat shqiptare, edhe pse përmbajtja e saj e plot nuk u bë publike deri shumë më vonë. Në këtë marrëveshje, fuqitë e Antantës i premtuan Italisë kontrollin mbi Vlorën dhe një protektorat mbi Shqipërinë e Mesme, ndërsa pjesa veriore do t'i jepej Serbisë dhe Malit të Zi dhe pjesa jugore do t'i jepej Greqisë. Me fjalë të tjera, Shqipëria do të zhdukej plotësisht si shtet dhe populli shqiptar do të ndahej mes 3 ose 4 shteteve të ndryshme pa patur asnjë zë në këtë vendim fatal. Kur lajmet për këtë marrëveshje filluan të rrjedhin, reagimi në qarqet patriotike shqiptare ishte i një zhgënjimi dhe zemërimi të thellë. Si mund të ndodhte kjo? Si mundin fuqitë që kishin njohur Shqipërinë vetëm 2 vjet më parë ta shisnin tani si mall në një treg, pa asnjë konsiderat për vullnetin e popullit që jetonte në këto territore? Por zemërimi nuk mjaftonte, duhej vepruar, dhe patriotët shqiptar e kuptonin se betejë e tyre ishte bërë edhe më e vështirë dhe më urgjente. Ismail Qemali, tashmë i moshuar dhe me shëndet të dobësuar nga vitet e sakrifikave dhe shqetësimeve, vazhdonte të shkruante dhe të lobonte për çështjen shqiptare me çdo forcë që i kishte mbetur. Në letrat e tij drejtuar politikanëve dhe diplomatëve evropian, ai argumentonte me logjik dhe pasion se coptimi i Shqipërisë do të ishte jo vetëm një padrejtësi e madhe ndaj një populli të lashtë, por edhe një gabim strategjik që do të krijonte paqëndrueshmëri të përhershme në Ballkan. Por apo e dëgjonin fuqitë e mëdha këtë zë të vetmuar që thërriste në shkretëtir? Viti 1916 solli ndryshime të mëdha në situatën ushtarake që patën pasoja të drejtpërdrejta për Shqipërinë.
ofensiva e fuqive qendrore në Ballkan çoi në shembjen e frontit serb dhe në tërheqjen e famshme të ushtrisë serbe nëpër malet shqiptare drejt Bregdetit, një odisë vuajtjesh që la gjurmë të thella si në kujtesën serbe ashtu edhe në atë shqiptare. Qindra mijëra ushtarë serb, së bashku me refugjat civil dhe madje me vetë qeverinë dhe mbretin serb, kaluan nëpër territorin shqiptar në kushte dimërore të tmerrshme, duke humbur mijëra jetë nga të ftohti, uria dhe sëmundjet. Kjo tërheqje, e njohur në historiografinë serbe si Golgota shqiptare, krijoi një situatë paradoksale dhe të dhimbshme. Nga njëra anë, shqiptarët ishin vetë viktima të pushtimit serb dhe kishin arsye të forta për urrëtie ndaj ushtrisë që kishte kryer akte të tmerrshme në territoret e tyre. Nga ana tjetër, ushtarët serb që po kalonin tani ishin vetë viktima, njerëz të uritur dhe të sëmurë që po luftonin për mbijetesë në kushte njerëzore. Disa shqiptarë i ndihmuan këta ushtarë të mirë, duke ndarë me ta ushqimin e tyre të pakët, ndërsa të tjerë i sulmuan për hakmarrje ose për plaçk. Pas tërheqjes serbe, forcat austro-hungareze dhe bullgare morën kontrollin e pjesës më të madhe të Shqipërisë së Veriut dhe të Mesme, duke vendosur një administratë ushtarake që zgjati deri në fund të luftës. Kjo administratë solli një farë rendi dhe stabiliteti në krahasim me kaosin e mëparshëm, por ishte një rend i imponuar nga jashtë që nuk merrte parasysh aspiratat dhe nevojat e popullatës vendase. Austro-hungarezët ishin të interesuar kryesisht për resurset ekonomike të vendit dhe për pozitën e tij strategjike, jo për mirëqenien e shqiptarëve. Në jug, situata mbeti nën kontrollin italian dhe grek, me zona influence që ndryshonin sipas ecurisë së luftës dhe marrëveshjeve mes aleatëve. Vlora dhe rrethinat e saj ishin tashmë praktikisht një koloni italiane, me mijëra ushtarë italian të vendosur dhe me një administratë që funksiononte sipas ligjeve dhe interesave italiane. Popullata vendase ishte e detyruar të pranonte këtë realitet, por rezistenca ndaj pranisë së huaj rritej në heshtje, duke pritur momentin e përshtatshëm për të shpërthyer. Vitet 1917 dhe 1918 sollën ndryshime dramatike në ekuilibrin e fuqive që do të kishin pasoja vendimtare për fatin e Shqipërisë. Hyrja e Shteteve të Bashkuara në luftë, revolucioni rus, shembja e perandorisë austro-hungareze. Të gjitha këto ngjarje krijuan një situatë të re ndërkombëtare ku kartat po rishpërndaheshin dhe ku mundësitë e reja po hapeshin për popujt e vegjël që luftonin për liri dhe vetvendosje. Presidenti Amerikan Woodrow Wilson shpalli 14 pikat e tij të famshme në janar të vitit 1918, duke përfshirë parimin e vetvendosjes së popujve si bazë për rregullimin e çështjeve territoriale pas luftës. Ky parim, edhe pse nuk u zbatua plotësisht dhe në mënyrë të drejtë për të gjithë popujt, i dha shpresë shqiptarëve se çështja e tyre mund të gjente një zgjidhje të drejtë në konferencën e paqes që do të vinte pas përfundimit të luftimeve. Patriotët shqiptarë në mërgim intensifikuan përpjekjet e tyre diplomatike, duke u përpjekur të ndërtonin lidhje me qarqet amerikane dhe të fitonin mbështetjen e opinionit publik amerikan për çështjen e tyre. Fannoli, me lidhjet e tij të gjera në Amerikë, luajti një rol kyç në këtë fushatë, duke organizuar takime, duke shkruar artikuj dhe duke lobuar në Washington për njohjen e të drejtave shqiptare. Në nëntor të vitit 1918, lufta përfundoi më në fund me fitoren e Antantës dhe bota filloi procesin e gjatë dhe të vështirë të rindërtimit të rendit ndërkombëtar mbi rënojat e perandorive të shembura. Për Shqipërinë, ky ishte një moment vendimtar, sepse fati i saj do të vendosej në konferencën e paqes në Paris, ku fituesit do të vizatonin hartat e reja të Europës dhe të botës. Por situata e Shqipërisë në fund të luftës ishte jashtëzakonisht e vështirë dhe e komplikuar. Territori i saj ishte i pushtuar nga forcat e ndryshme, italiane në jug dhe perëndim, franceze në Korçë dhe rrethinat e saj, serbe dhe malazeze që po përpiqeshin të riktheheshin në veri. Nuk ekzistonte një qeveri e njohur ndërkombëtarisht që mund të fliste në emër të shqiptarëve në konferencën e paqes. Dhe pretendimet e fqinjëve, veçanërisht të Italisë, Greqisë dhe Serbisë, ishin të forta dhe të mbështetura nga interesa të fuqive të mëdha. Në dhjetor të vitit 1918, në qytetin e Durrësit, u mblodh një kongres kombëtar që synonte të krijonte një qeveri të re shqiptare që do të përfaqësonte vendin në konferencën e paqes. Ky kongres, i njohur si Kongresi i Durrësit, zgjodhi një qeveri të përkohshme të kryesuar nga Turhan Pash Përmeti, një diplomat i përvojuar që kishte shërbyer në administratën osmane dhe që njihte mirë lojrat e diplomacisë europiane. Por qeveria e re u përball menjëherë me sfida të mëdha që dukeshin pothuajse të pakapërcyeshme. Italia refuzonte ta njihte dhe vazhdonte të trajtonte Shqipërinë si sferë të saj të influencës.
Greqia kishte intensifikuar pretendimet e saj për Shqipërinë e Jugut dhe po përpiqej të krijonte fakte të kryera në terren. Serbia, e cila tashmë ishte bërë pjesë e mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe slovenëve, nuk kishte hequr dorë nga aspiratat e saj për territoret shqiptare të veriut. Konferenca e paqes në Paris u hap në janar të vitit 1919 dhe çështja shqiptare u bë shpejt njëra nga më të debatuarat dhe më të vështirat për t'u zgjidhur. Delegacioni shqiptar i udhëhequr nga Turhan Pash Përmeti dhe i mbështetur nga lobistë si Fanoli në Amerikë, u përpoq të argumentonte për ruajtjen e pavarësisë dhe integritetit territorial të Shqipërisë, por zëri i tij ishte i dobët përballë interesave të fuqive të mëdha. Italia kërkonte zbatimin e marrëveshjes së Londrës të vitit 1915, që do të thoshte coptimin e Shqipërisë dhe vendosjen e një protektorati italian mbi pjesën qendrore. Greqia kërkonte tërë Shqipërinë e Jugut deri në lumin Shkumbin, duke pretenduar se popullata e këtyre viseve ishte greke ose se mund të asimilohej lehtësisht. Serbia kërkonte korrigjime kufitare në veri që do të përfshinin territore me popullsi shqiptare. Në këtë situatë të vështirë, shqiptarët gjetën një aleat të papritur në personin e presidentit Ilson, i cili u tregua i ndjeshëm ndaj argumenteve për vetëvendosjen e popujve të vegjël dhe që kundërshtoi planet për coptimin e Shqipërisë. Mbështetja amerikane, edhe pse nuk ishte absolute dhe nuk u materializua plotësisht, ndihmoi në ruajtjen e çështjes shqiptare të gjallë në një moment kur dukej se gjithçka ishte e humbur. Por betejë diplomatike në Paris ishte e gjatë dhe e lodhshme, me kthesa të shumta dhe me momente kur dukej se Shqipëria do të zhdukej përfundimisht nga harta e Europës. Në verën e vitit 1919, Italia dhe Greqia arritën një marrëveshje dypalëshe për ndarjen e Shqipërisë mes tyre. Një marrëveshje që u njoh si marrëveshja Titoni Venizelos dhe që do të kishte zhdukur shtetin shqiptar nëse do të ishte zbatuar. Lajmi për këtë marrëveshje shkaktoi një val indinjate në të gjithë botën shqiptare, si në atë dhe ashtu edhe në diasporë. Protesta u organizuan në shumë qytete, memorandume u dërguan në të gjitha kancelaritë e fuqive të mëdha dhe një mobilizim i paprecedent i opinionit publik shqiptar tregoi se populli nuk do ta pranonte pa luftuar zhdukjen e shtetit të tij. Në Shqipëri, rezistenca ndaj pushtuesve të huaj mori forma gjithnjë e më të organizuara dhe më të vendosura. Në Vlorë, ku forcat italiane ishin më të përqendruara, tensionet rriteshin çdo ditë ndërsa popullata vendase refuzonte të pranonte statusin kolonial që italianët po përpiqeshin ta impononin. Incidente të vogla ndodhnin vazhdimisht dhe ishte e qartë se një shpërthim i madh ishte vetëm çështje kohe. Në qershor të vitit 1920, shpërtheu ajo që u bë e njohur si Lufta e Vlorës, një kryengritje e armatosur e popullatës shqiptare kundër forcave italiane të pushtimit. Kjo kryengritje, e udhëhequr nga komandant lokal si Qazim Koculi dhe e mbështetur nga vullnetar nga të gjitha viset shqiptare, tregoi se shqiptarët ishin gati të luftonin dhe të sakrifikoheshin për lirinë e tyre, edhe kundër një fuqie shumë më të fortë ushtarakisht. Luftimet zgjatën për disa javë dhe sollën humbje të rënda në të dy anët, por rezultati politik ishte një fitore e madhe për çështjen shqiptare. Italia, e lodhur nga lufta botërore dhe e përballur me probleme të brendshme serioze, vendosi të tërhiqej nga Vlora dhe nga pjesa më e madhe e territorit shqiptar, duke ruajtur vetëm ishullin e Sazanit si bazë detare. Kjo tërheqje ishte një moment historik që tregoi se rezistenca e armatosur, e kombinuar me presionin diplomatik, mund të jepte rezultate edhe kundër fuqive të mëdha. Por betejë për njohjen ndërkombëtare të Shqipërisë nuk kishte përfunduar ende. Në dhjetor të vitit 1920, Lidhja e Kombeve, organizata e re ndërkombëtare që ishte krijuar për të ruajtur paqen botërore, pranoi Shqipërinë si anëtare me të drejta të plota. Ky ishte një moment triumfi që konfirmonte njohjen ndërkombëtare të shtetit shqiptar dhe që i jepte Shqipërisë një vend në bashkësinë e kombeve të qytetëruara. Ismail Qemali nuk e pa këtë moment triumfi, sepse ai kishte lënë këtë botë pak kohë më parë, i lodhur nga vitet e sakrifikave dhe i zgënjur nga shumë prej zhvillimeve që kishte parë. Por vepra e tij, akti i guximshëm i 28 nëntorit të vitit 1912, kishte hedhur farën që tani po jepte fryte. Pa atë shpallje, pa atë flamur të ngritur në balkonin e Vlorës, nuk do të kishte pasur bazë ligjore dhe morale për të pretenduar ekzistencën e një shteti shqiptar në konferencat ndërkombëtare. Por çfarë lloj shteti ishte Shqipëria që doli nga kjo periudhë e gjatë luftërash dhe negociatash? Kufit që u caktuan në vitin 1921 lanë jashtë shtetit shqiptar popullata të mëdha shqiptare, në Kosovë, në Çamëri, në vise të tjera që u konsideruan si të humbura nga ndërgjegja kombëtare.
Shteti që mbeti ishte i vogël, i varfër, pa infrastrukturë, pa industri, me një popullsi kryesisht fshatare dhe analfabete, me institucione të dobta dhe me rivalitete të brendshme që kërcënonin stabilitetin. Vitet 20 të shekullit të 20 ishin një periudhë e vështirë konsolidimi për shtetin e ri shqiptar, me qeveri që ndryshonin shpesh, me kryengritje dhe përpjekje për grusht shteti, me ndërhyrje të huaja dhe me probleme ekonomike kronike. Por pavarësisht të gjitha vështirësive, shteti mbijetoi dhe filloi ngadalë të ndërtojë institucionet dhe infrastrukturën e një vendi modern. Një nga figurat kyçe të kësaj periudhe ishte Ahmet Zogu, një burr i ri ambicios nga mati që do të dominonte politikën shqiptare për pothuajse 2 dekada. Zogu, fillimisht si kryeministër dhe president dhe më vonë si mbret, përfaqësonte një lloj të ri udhëheqjeje, më autoritare dhe më të centralizuar, por edhe më efektive në disa aspekte në ndërtimin e shtetit. Ai solli stabilitet, por me koston e lirisë politike dhe të pluralizmit. Por si lidhet kjo historie më vonshme me trashëgimin e Ismail Qemalit dhe me kuptimin e 28 nëntorit? Qemali përfaqësonte një vizion të caktuar të Shqipërisë, një vizion liberal dhe demokratik, i hapur ndaj perëndimit dhe i bazuar në parimet e vetvendosjes dhe të drejtave të njeriut. Ky vizion nuk u realizua plotësisht në dekadat që pasuan, por mbeti si një ideal dhe si një pikë referimi për ata që ëndërronin një Shqipëri të ndryshme. Dokumentet e arkivave të ndryshme europiane dhe amerikane që janë hapur për studiuesit në dekadat e fundit na japin një pamje shumë më të nuancuar dhe më komplekse të ngjarjeve të viteve 1912 deri 1920, se sa historia zyrtare na ka mësuar. Këto dokumente tregojnë se fati i Shqipërisë varei shpesh nga rastësi dhe nga vendime individuale, se kishte momente kur gjithçka mund të kishte shkuar ndryshe dhe se mbijetesa e shtetit shqiptar nuk ishte as pak e pashmangshme. Një nga zbulimet më interesante të këtyre arkivave është shkalla e rezistencës së brendshme ndaj projektit të shtetit shqiptar, jo vetëm nga forcat e huaja, por edhe nga grupe të caktuara brenda vetë shoqërisë shqiptare. Disa krerë lokal preferonin autonominë në mbrojtjen e njërës ose tjetrës fuqi të madhe sesa një shtet të pavarur ku do të duhej të ndanin pushtetin me të tjerët. Disa komunitete fetare kishin rezerva për një shtet laik që nuk do t'u jepte atyre pozitën e privilegjuar që kishin gëzuar në perandorin osmane. Këto tensione të brendshme, të kombinuara me presionet e jashtme, krijuan një situatë jashtëzakonisht të brishtë që kërcënonte vazhdimisht ekzistencën e shtetit të ri. Fakti që Shqipëria mbijetoi, edhe pse me kufi të ngushtuar dhe me probleme të shumta, është në vetvete një arritje e jashtëzakonshme që meriton të vlerësohet dhe të studiohet. Por çfarë mësimesh mund të nxjerrim ne sot nga kjo histori e trazuar? A na mëson ajo diçka për sfidat që Shqipëria vazhdon të përballojë edhe sot, më shumë se 100 vjet pas shpalljes së pavarësisë? Dhe si duhet ta kujtojmë Ismail Qemalin, si hero kombëtar pa të meta, apo si një figurë komplekse me arritje dhe dështime, me vizion dhe me iluzione? Trashëgimia e Qemalit dhe e 28 nëntorit është e shumë fish dhe e nuancuar. Nga njëra anë, ai na la idenë e një Shqipërie të pavarur dhe sovrane, një ide që ka frymëzuar breza të tërë shqiptarësh dhe që vazhdon të jetë themeli i identitetit kombëtar. Nga ana tjetër, ai na la edhe një shtet me probleme strukturore të thella, me kufi që lan jashtë miliona shqiptar, me institucione të dobta dhe me një kulturë politike që shpesh ka favorizuar autoritarizmin mbi demokracinë. 28 nëntori është një ditë për të festuar, por edhe një ditë për të reflektuar. Është një ditë për të kujtuar sakrifikat e atyre që luftuan për liri, por edhe për të pyetur veten nëse jemi në lartësinë e asaj trashëgimie. Është një ditë për të parë prapa, por edhe për të parë përpara, drejt një të ardhmeje ku Shqipëria të jetë vërtet e lirë, e fortë dhe e respektuar në bashkësinë e kombeve. Në arkivat e Vlorës, aty ku filloi gjithçka në atë ditë të ftohtë nëntorit të vitit 1912, ruhen ende dokumentet origjinale të shpalljes së pavarësisë, të nënshkruara nga Ismail Qemali dhe nga delegatët e tjerë që guxuan të ëndërrojnë një Shqipëri të lirë. Këto dokumente, të zverdhura nga koha por ende të lexueshme, janë dëshmia e një momenti kur e pamundura u bë e mundur, kur një grusht njerëzish vendosën të sfidojnë perandoritë dhe të shpallin lindjen e një kombi. Por dokumentet më të rëndësishme nuk janë ato që ruhen në arkiva. Janë ato që shkruhen çdo ditë nga shqiptarët e sotëm, në vendimet që marrin, në veprimet që kryejnë, në mënyrën si e ndërtojnë të ardhmen e vendit të tyre. Trashëgimia e 28 nëntorit nuk është një relikt i së kaluarës, por një detyrë e vazhdueshme që kërkon angazhim dhe sakrifik nga çdo brez. Si do ta përmbushim ne këtë detyrë? A do të jemi në lartësinë e atyre që sakrifikuan gjithçka për lirinë tonë?
Apo do të lejojmë që ëndra e tyre të zbehet dhe të harrohet në mpeshën e problemeve të përditshme dhe të interesave të ngushta? Këto janë pyetjet që 28 nëntori na i parashtron çdo vit, dhe përgjigjet që japim do të përcaktojnë fatin e Shqipërisë për brezat e ardhshëm. Flamuri që Ismail Qemali ngriti në atë ballkon të Vlorës vazhdon të valvitet mbi Shqipërinë, simbol i një ëndre që nuk u shua kurrë plotësisht, edhe në momentet më të errëta të historisë. Por flamuri është vetëm një simbol, dhe simbolet marrin kuptim vetëm nga veprimet e atyre që i mbajnë. Çfarë kuptimi do t'i japim ne këtij flamuri? Çfarë Shqipërie do të ndërtojmë nën hijen e tij? Historia e 28 nëntorit na mëson se asgjë nuk është e pamundur kur një popull bashkohet rreth një ideali të përbashkët dhe kur gjen udhëheqës që dinë ta shprehin dhe ta realizojnë këtë ideal. Por na mëson edhe se triumfet janë të brishta dhe se ato që fitohen me sakrifica të mëdha mund të humbasin lehtësisht nëse nuk ruhen me vigjilencë dhe përkushtim. Ismail Qemali e dinte këtë të vërtetë dhe për këtë arsye ai nuk pushoi kurrë së luftuari, edhe kur forcat e tij fizike po e braktisnin dhe edhe kur zhgënjimet po grumbulloheshin. Ai besonte se çështja për të cilën kishte sakrifikuar gjithçka ishte më e madhe se vetë ai, dhe se brezat e ardhshëm do ta vazhdonin betejën që ai kishte filluar. A e kemi vazhduar ne këtë betejë? A jemi bërë të denjë për sakrificat e atyre që erdhën para nesh? Këto janë pyetjet që historia na i bën dhe përgjigjet nuk gjenden në libra, por në veprimet tona të përditshme, në zgjedhjet që bëjmë, në mënyrën si jetojmë dhe si kontribuojmë për të mirën e përbashkët. 28 nëntori i vitit 1912 ishte fillimi i një rrugëtimi që vazhdon ende sot. Rruga ka qenë e gjatë dhe e vështirë, me ngritje dhe rënje, me triumfe dhe tragjedi, me momente krenarie dhe momente turpi. Por rruga vazhdon dhe çdo brez ka mundësinë dhe detyrën ta çojë më përpara, drejt asaj Shqipërie të lirë dhe të fortë që Qemali dhe bashkëluftëtarët e tij e ëndërronin në atë ditë të largët nëntori. Dokumentet sekrete që po dalin në dritë nga arkivat e ndryshme na tregojnë se historia është gjithmonë më komplekse se sa mitet kombëtare na bëjnë të besojmë. Por kjo kompleksitet nuk e zvogëlon rëndësinë e asaj që ndodhi, përkundrazi, e bën edhe më të jashtëzakonshme faktin që një grusht njerëzish, në kushte pothuajse të pamundura, arritën të hedhin themelet e një shteti që ekziston ende sot. Kjo është trashëgimia e vërtetë e 28 nëntorit, jo një mit i thjesht heroik, por një histori e ndërlikuar njerëzore, me të gjitha kontradiktat dhe kompleksitetet e saj. Dhe pikërisht kjo e bën atë më të vlefshme dhe më frymëzuese, sepse na tregon se njerëzit e zakonshëm, me të gjitha dobësitë dhe kufizimet e tyre, mund të arrijnë gjëra të jashtëzakonshme kur bashkohen rreth një kauze të drejtë. Si do ta kujtojmë ne 28 nëntorin? Si një ditë festash formale dhe fjalimesh boshe, apo si një mundësi për reflektim të thellë mbi atë që kemi qenë, që jemi dhe që duam të bëhemi? Përgjigjja që i japim kësaj pyetjeje do të tregojë nëse e kemi kuptuar vërtet mësimin e historisë, apo nëse jemi të dënuar ta përsërisim atë me të gjitha gabimet e saj. Flamuri i zi me shqiponjën dykrenore vazhdon të valvitet, duke na kujtuar se jemi pjesë e një historie të gjatë dhe të lavdishme, por edhe se kemi përgjegjësi ndaj atyre që erdhën para nesh dhe atyre që do të vijnë pas nesh. Kjo është bara dhe privilegji i çdo brezi, të trashëgojë një histori dhe ta pasuronjë atë me kontributin e vet. Ismail Qemali e bëri pjesën e tij. Tani është radha jon të bëjmë tonën. Çfarë do të shkruajmë ne në faqet e historisë shqiptare? Çfarë trashëgimie do t'u lëmë brezave të ardhshëm? Këto janë pyetjet që 28 nëntori na i parashtron, dhe përgjigjet që japim do të përcaktojnë jo vetëm fatin ton, por edhe fatin e atyre që do të vijnë pas nesh, në arkivat e qytetit të Gjirokastrës, të mbyllura për publikun për më shumë se 70 vjet, ekziston një koleksion fotografish që asnjë historian zyrtar nuk ka dashur t'i publikojë deri më sot. Këto fotografi, të bëra nga një oficer italian në vitin 1919, tregojnë skenat e një exodusi masiv që ndryshon plotësisht narrativën zyrtare të asaj periudhe. Në to shihen kolona të pafundme refugjatësh shqiptar që largohen nga vatrat e tyre, gra që mbajnë fëmijë të vegjël në krah, pleq që ecin me vështirësi mbështetur në shkopin, karroca të mbushura me plaçkat e fundit të një jete të tërë. Por ajo që është më e tmerrshme në këto fotografi nuk janë fytyrat e lodhura dhe të dëshpëruara të refugjatëve, por sfondi ku shihen qartë shtëpitë e tyre të djegura dhe kishat e shndërruara në gërmadha. Kush urdhëroi këtë shkatërim sistematik? Pse këto dëshmi fotografike u fshehen për kaq gjatë? Dhe çfarë na tregojnë ato për koston e vërtet të pavarësisë që festojmë çdo 28 nëntor? Për ta kuptuar plotësisht dramën e refugjatëve shqiptar në vitet pas luftës së parë botërore,
Duhet të shohim përtej statistikave të thata dhe të hyjmë në jetën e përditshme të atyre njerëzve që u detyruan të braktisnin gjithçka që kishin njohur dhe dashur. Në viset jugore që Greqia pretendonte si të sajat, popullata shqiptare përjetoi një presion sistematik që synonte ta detyronte të largohej ose të asimilohej, dhe kjo nuk ishte thjesht një politikë administrative e ftohtë, por një fushat e organizuar që prekte çdo aspekt të jetës së përditshme. Shkollat shqipe u mbyllën njëra pas tjetrës dhe fëmijët u detyruan të mësonin në gjuhën greke ose të mbeteshin analfabet, një zgjedhje e pamundur për familjet që donin t'u jepnin fëmijëve të tyre një të ardhme më të mirë. Emrat shqiptar u ndaluan në regjistrat zyrtar dhe njerëzit u detyruan të merrnin emra grek nëse donin të kishin dokumente ligjore që u nevojiteshin për çdo aspekt të jetës civile. Gjuha shqipe u ndalua në vendet publike dhe ata që guxonin ta flisnin rrezikonin dëshkime që shkonin nga gjobat deri te burgimi. Kisha ortodokse, e kontrolluar nga hierarkia greke, u bë një instrument i kësaj politike asimiluese, duke refuzuar të kryente shërbesa në gjuhën shqipe dhe duke i trajtuar besimtarët shqiptar si qytetarë të dorës së dytë në vetë kishat ku kishin adhuruar për breza të tërë. Kjo ishte një goditje veçanërisht e dhimbshme për komunitetet ortodokse shqiptare, të cilat e shihnin fen si pjesë të pandashme të identitetit të tyre, por që tani detyroheshin të zgjidhnin mes besimit dhe kombësisë. Në këto kushte, shumë familje shqiptare morën vendimin e dhimbshëm të largoheshin nga tokat ku kishin jetuar për breza të tërë, duke u nisur drejt viseve që mbeteshin nën kontrollin e shtetit shqiptar. Ky exod nuk ishte një ngjarje e vetme dhe e papritur, por një proces i vazhdueshëm që zgjati për vite të tëra dhe që solli ndryshime të thella demografike në të dy anët e kufirit të ri. Refugjatët që mbërrinin në Shqipëri sillnin me vete jo vetëm plaçkat e tyre të pakta, por edhe traumat e një përvoje që do t'i shoqëronte gjatë gjithë jetës. Shumë prej tyre kishin humbur antar të familjes gjatë rrugës, të tjerë kishin parë shtëpitë e tyre të shkatëruara para syve dhe pothuajse të gjithë mbanin plagë psikologjike që nuk do të shëroheshin kurrë plotësisht. Këta njerëz u bën dëshmitar të gjallë të kostos së pavarësisë, një kosto që shpesh harrohet në festimet zyrtare të 28 nëntorit. Por si i priti shteti i ri shqiptar këta refugjat që vinin duke kërkuar streh dhe një fillim të ri? Përgjigjja për këtë pyetje është komplekse dhe jo gjithmonë e lavdërueshme, sepse Shqipëria e viteve 20 ishte vetë një vend i varfër dhe me probleme të shumta që mezi arrinte të kujdesej për qytetarët e vet ekzistues. E lëre më të integronte valë të reja refugjatësh. Qeveria shqiptare bëri përpjekje për të strehuar refugjatët dhe për t'u dhënë atyre tokë dhe mundësi për të rifilluar jetën, por resurset ishin të kufizuara dhe burokracia ishte e ngadalë dhe shpesh e korruptuar. Shumë refugjat u vendosën në kampe të përkohshme që u bën të përhershme, duke jetuar në kushte të mjerueshme për vite të tëra ndërsa prisnin premtimet e qeverisë që vonoheshin vazhdimisht. Integrimi i refugjatëve krijoi edhe tensione sociale në komunitetet pritëse, sepse ardhja e njerëzve të rinj konkuronte për resurset e pakta dhe ndryshonte ekuilibrat e vendosur. Në disa raste, refugjatët u pritën me solidaritet dhe mikpritje, por në raste të tjera u përballën me paragjykime dhe diskriminim nga ata që i shihnin si të huaj dhe si barë për komunitetin. Kjo histori e refugjatëve është një nga kapitujt më pak të njohur të periudhës pas pavarësisë, por është thelbësore për të kuptuar koston e plot të ngjarjeve që filluan me shpalljen e 28 nëntorit. Pavarësia nuk ishte vetëm një triumf politik dhe diplomatik, por edhe një proces i dhimbshëm që solli vuajtje të mëdha për qindra mijëra njerëz që u gjetën në anën e gabuar të kufive të rinj. Në vitet 20, ndërsa Shqipëria përpiqej të konsolidohej si shtet, problemet e brendshme filluan të dalin në pah me një forcë gjithnjë e më të madhe. Rivalitetet mes grupeve të ndryshme politike, mes krahinave të ndryshme, mes interesave të ndryshme ekonomike dhe sociale, krijuan një situatë paqëndrueshmërie që kërcënonte vetë ekzistencën e shtetit të ri. Ahmet Zogu, figura që do të dominonte politikën shqiptare për pothuajse 2 dekada, filloi ngritjen e tij drejt pushtetit pikërisht në këtë periudhë kaotike. Ky burr i ri nga mati, me ambicie të mëdha dhe me aftësi të jashtëzakonshme për intrigë politike, arriti të pozicionohej si njeri i fortë që mund të sillte stabilitetin që vendi kishte nevojë kaq të madhe. Por çmimi i këtij stabiliteti do të ishte liria politike dhe pluralizmi që disa kishin shpresuar se do të karakterizonin Shqipërinë e re. Në qershor të vitit 1924, një kryengritje e udhëhequr nga Fan Noli arriti të përmbysë qeverinë e Zogut dhe të vendosë një regjim të ri që premtonte reforma radikale dhe demokratizim të jetës politike.
Qeveria e Nolit, që zgjati vetëm 6 muaj, përfaqësonte një vizion alternativ për Shqipërinë, një vizion më të hapur, më demokratik dhe më të orientuar drejt drejtësisë sociale. Por ky eksperiment demokratik dështoi dhe në dhjetor të vitit 1924, Zogu u kthye në pushtet me ndihmën e forcave të huaja dhe vendosi një regjim gjithnjë më autoritar që do të kulminonte me shpalljen e tij si mbret në vitin 1928. Dështimi i qeverisë së Nolit ngre pyetje të rëndësishme për mundësitë dhe kufizimet e demokratizimit në një shoqëri si ajo shqiptare e asaj kohe. A ishte Shqipëria e gatshme për demokraci në vitet 20? A ishin kushtet ekonomike, sociale dhe kulturore të përshtatshme për një sistem politik të hapur dhe pluralist? Apo ishte autoritarizmi i Zogut një domosdoshmëri historike në një vend që kishte nevojë para së gjithash për stabilitet dhe për ndërtimin e institucioneve bazë të shtetit? Këto janë pyetje që historianët vazhdojnë t'i debatojnë edhe sot, dhe përgjigjet nuk janë të thjeshta. Zogu, si president dhe më vonë si mbret, arriti të sjellë një farë stabiliteti në Shqipëri, por me metoda që shpesh ishin brutale dhe që shtypnin çdo opozitë politike. Ai ndërtoi rrugë dhe shkolla, modernizoi administratën dhe ushtrinë, por gjithashtu burgosi dhe ekzekutoi kundërshtarët e tij politik, censuroi shtypin dhe krijoi një sistem ku pushteti ishte i përqendruar plotësisht në duart e tij. Marrëdhëniet e Zogut me Italinë fashiste u bën gjithnjë më të ngushta gjatë viteve 30, duke krijuar një varësi ekonomike dhe politike që do të kishte pasoja fatale për pavarësinë e Shqipërisë. Italia investoi në infrastrukturën shqiptare dhe dha kredi të mëdha, por në këmbim fitoi një ndikim gjithnjë më të madh mbi politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit. Kjo varësi nga Italia ngre pyetje të rëndësishme për kuptimin e pavarësisë në kontekstin e një vendi të vogël dhe të varfër si Shqipëria. A mund të ishte vërtet i pavarur një shtet që varri kaq shumë nga ndihma e huaj për mbijetesën e tij ekonomike? A ishte Zogu duke sakrifikuar pavarësinë reale për të ruajtur pushtetin e tij personal? Dhe çfarë alternative kishte ai në kushtet e asaj kohe? Në prill të vitit 1939, Italia fashiste pushtoi Shqipërinë, duke i dhënë fund pavarësisë që ishte shpallur me aq sakrifica 27 vjet më parë. Zogu u largua nga vendi pa luftuar dhe Shqipëria u bë pjesë e perandorisë italiane, një koloni në të gjitha aspektet përveç emrit. Pushtimi italian ishte një goditje e rëndë për ndërgjegjen kombëtare shqiptare, por ishte edhe një moment që zbuloi dobësitë e thella të shtetit që ishte ndërtuar pas 28 nëntorit. Një shtet që nuk mund të ta mbronte veten nga agresioni i huaj, që vari kaq shumë nga ndihma e jashtme, që kishte institucione kaq të dobëta, a ishte vërtet i pavarur në kuptimin e plotë të fjalës? Por pushtimi italian solli edhe diçka tjetër që nuk ishte pritur, një rizgjim të ndjenjes kombëtare dhe një rezistencë që do të rritej me kalimin e kohës. Shqiptarët, të cilët kishin qenë të ndarë nga rivalitetet e brendshme, filluan të bashkoheshin kundër armikut të përbashkët dhe kjo bashkim do të merrte forma gjithnjë më të organizuara gjatë luftës së dytë botërore. Dokumentet e arkivave italiane që janë hapur për studiuesit në dekadat e fundit na japin një pamje të detajuar të politikave të pushtimit dhe të reagimit shqiptar ndaj tyre. Italianët u përpoqën të krijonin një fasadë të pavarësisë shqiptare, duke vendosur një qeveri kukull dhe duke ruajtur disa institucione formale, por në realitet kontrolli ishte plotësisht në duart e tyre. Rezistenca shqiptare ndaj pushtimit italian filloi si akte të izoluara proteste dhe sabotimi, por u rrit gradualisht në një lëvizje të organizuar që përfshinte grupe të ndryshme politike dhe sociale. Komunistët, nacionalistët, monarkistët, të gjithë gjetën një kauzë të përbashkët në luftën kundër pushtuesit, edhe pse kishin vizione shumë të ndryshme për të ardhmen e Shqipërisë pas çlirimit. Lufta e dytë botërore solli shkatërim të ri në Shqipëri, por solli edhe një transformim të thellë të shoqërisë shqiptare. Rezistenca kundër pushtuesve krijoi një brez të ri udhëheqësish që do të formonin fatin e vendit për dekada të ardhshme, dhe lufta civile që shoqëroi luftën e çlirimit la plagë të thella që do të ndikojnin marrëdhëniet mes shqiptarëve për një kohë të gjallë. Në nëntor të vitit 1944, Shqipëria u çlirua nga pushtimi gjerman që kishte zëvendësuar atë italian pas kapitullimit të Italisë në vitin 1943. Por çlirimi nuk solli lirinë që shumë kishin shpresuar, sepse pushteti ra në duart e komunistëve të udhëhequr nga Enver Hoxha, i cili do të vendoste një nga regjimet më represive në historinë europiane. Si lidhet kjo histori e mëvonshme me trashëgiminë e 28 nëntorit të vitit 1912?
Ismail Qemali dhe bashkëpunëtorët e tij kishin ndërruar një Shqipëri të lirë dhe të pavarur, por a ishte Shqipëria e Enver Hoxhës realizimi i kësaj ëndre, apo tradhëtimi i saj? Kjo është një pyetje që ka ndarë shqiptarët për dekada dhe që vazhdon të jetë e debatuar edhe sot. Regjimi komunist e përdori 28 nëntorin si ditë feste zyrtare, por e interpretoi atë sipas ideologjisë së vet, duke e paraqitur si një hap në rrugën drejt revolucionit socialist dhe duke e zhveshur nga shumë prej kuptimeve që kishte pasur për themeluesit e shtetit. Ismail Qemali u paraqit si një figurë e klasës borgjeze që kishte luajtur një rol të kufizuar në historinë kombëtare, ndërsa roli i komunistëve në luftën e çlirimit u egzagjerua dhe u mitizua. Pas rënies së regjimit komunist në vitin 1990, Shqipëria filloi një proces të ri të rishikimit të historisë së vet dhe të rikuptimit të figurave dhe ngjarjeve që ishin keq interpretuar ose fshehur gjatë periudhës së diktaturës. Ismail Qemali u rizbulua si baba i kombit dhe 28 nëntori mori një kuptim të ri si ditë e pavarësisë dhe e identitetit kombëtar. Por ky proces rizbulimi nuk ka qenë pa probleme dhe pa kontradikta. Në dëshirën për të korrigjuar gabimet e historiografisë komuniste, ka pasur një tendencë për të krijuar mite të reja që janë po aq të thjeshtuara dhe po aq larg realitetit historik. Qemali është paraqitur shpesh si një hero pa të meta dhe 28 nëntori është festuar si një triumf i pastër, duke harruar kompleksitetin dhe koston e vërtet të ngjarjeve. Dokumentet e arkivave që po hapen gradualisht na japin mundësinë të ndërtojmë një pamje më të nuancuar dhe më të saktë të historisë, por kjo kërkon gatishmëri për të pranuar se e kaluara nuk ishte as aq e errët sa e paraqiti propaganda komuniste, as aq e ndritshme sa e paraqesin mitet e reja nacionaliste. E vërteta, si gjithmonë, ndodhet diku në mes, në një territor kompleks ku heroizmi dhe dobësia, triumfi dhe tragjedia bashkëjetojnë në mënyra që nuk përshtaten lehtë me narrativat e thjeshta. Çfarë do të thoshte 28 nëntori për Ismail Qemalin vet, në ato ditë të fundit të jetës së tij kur ndoqi nga larg shembjen e shtetit që kishte themeluar? Letrat e tij private nga kjo periudhë, të cilat u zbuluan vetëm dekada më vonë, tregojnë një njeri të mbushur me dhimbje dhe zhgënjim, por edhe me një besim të pathyeshëm se sakrifikimi i tij nuk kishte qenë i kollë. Qemali shkruante për shpresat e tij se brezat e ardhshëm do ta vazhdonin punën që ai kishte filluar, se ideja e Shqipërisë së lirë do të mbijetonte edhe nëse shteti i parë kishte dështuar. Ai besonte se një popull që kishte duruar kaq shumë nuk do të hiqte dorë nga ëndra e lirisë dhe se një ditë, ndoshta jo në kohën e tij, kjo ëndër do të realizohej plotësisht. A kishte të drejtë Qemali në këtë besim? A e kemi realizuar ne sot ëndrrën e tij, apo jemi ende në rrugë drejt saj? Këto janë pyetje që çdo brez shqiptarësh duhet t'i parashtrojë vetes, sepse trashëgimia e 28 nëntorit nuk është një relikt i së kaluarës, por një detyrë e vazhdueshme që kërkon angazhim dhe sakrifik. Shqipëria e sotme është shumë e ndryshme nga ajo që Qemali e ëndërronte dhe e themelonte në vitin 1912. Është një vend me institucione demokratike, edhe pse të brishta, me ekonomi tregu, edhe pse me probleme të shumta, me lidhje të ngushta me perëndimin, edhe pse procesi i integrimit evropian vazhdon të jetë i ngadalë dhe i vështirë. Por a është kjo Shqipëria që Qemali do të kishte dashur të shihte? Në disa aspekte, padyshim që po. Qemali ishte një liberal i bindur që besonte në vlerat e demokracisë, të lirisë individuale, të sundimit të ligjit. Ai do të kishte qenë i kënaqur të shihte një Shqipëri ku njerëzit mund të flasin lirisht, ku mund të zgjedhin udhëheqësit e tyre, ku mund të udhtojnë dhe të tregtojnë pa kufizime arbitrare. Por në aspekte të tjera, Qemali ndoshta do të kishte qenë i zhgënjur. Ai ëndërronte një Shqipëri që do të përfshinte të gjithë shqiptarët, por kufijt që u vendosën pas luftës së parë botërore dhe që mbeten pothuajse të pandryshuara deri sot lanë jashtë shtetit miliona bashkëkombës. Ai ëndërronte një Shqipëri të fortë dhe të respektuar, por vendi vazhdon të jetë ndër më të varfërit në Europë dhe me ndikim të kufizuar në arenën ndërkombëtare. Trashëgimia e 28 nëntorit është pra një trashëgimi e përzier, me arritje dhe dështime, me shpresa të realizuara dhe ëndra të parealizuara. Por kjo nuk e bën atë më pak të vlefshme ose më pak frymëzuese, përkundrazi, e bën më njerëzore dhe më të afërt me përvojën tonë të përditshme. Ismail Qemali nuk ishte një hero mitik pa të meta, por një njeri i vërtet me cilësi dhe dobësi, me vizion dhe iluzione, me guxim dhe frikë. Ai bëri atë që besonte se ishte e drejtë në kushtet e kohës së tij dhe rezultatet e veprimeve të tij ishin të përziera, si rezultatet e çdo veprimi njerëzor. Por ai guxoi të veprojë kur shumë të tjerë preferonin të prisnin, dhe ky guxim e bën të denjë për respektin dhe mirënjohjen tonë.
28 nëntori na kujton se historia bëhet nga njerëz të zakonshëm që vendosin të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme, dhe se çdo brez ka mundësinë dhe përgjegjësinë të kontribuojë në ndërtimin e së ardhmes. Qemali dhe bashkëpunëtorët e tij na lanë një themel mbi të cilin mund të ndërtojmë, por ndërtimi vazhdon të jetë detyrë e jona. Në arkivat e Vlorës, dokumentet e 28 nëntorit ruhen ende si dëshmi e një momenti kur e pamundura u bë e mundur. Por dokumentet më të rëndësishme janë ato që ne shkruajmë çdo ditë me veprimet tona, me zgjedhjet tona, me mënyrën si jetojmë dhe si kontribuojmë për të mirën e përbashkët. Flamuri që Qemali ngriti në atë balkon të Vlorës vazhdon të valvitet, duke na kujtuar se jemi trashëgimtar të një historie të lavdishme, por edhe se kemi përgjegjësi ndaj atyre që erdhën para nesh dhe atyre që do të vijnë pas nesh. Çfarë do të bëjmë ne me këtë trashëgimi? Çfarë Shqipërie do të lëmë për brezat e ardhshëm? Këto janë pyetjet që 28 nëntori na i parashtron çdo vit, dhe përgjigjet që japim do të përcaktojnë jo vetëm fatin ton, por edhe kuptimin që do të ketë kjo ditë për ata që do të vijnë pas nesh. A do të jetë 28 nëntori një ditë krenarie të vërtet, apo vetëm një kujtim i një ëndre të parealizuar? Përgjigjja varet nga ne, nga çdo njeri prej nesh, nga veprimet që ndërmarrim dhe nga zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Historia e 28 nëntorit nuk ka përfunduar ende, sepse ajo vazhdon të shkruhet nga çdo brez shqiptarësh që trashëgon flamurin dhe përgjegjësinë që vjen me të. Ismail Qemali e filloi këtë histori, por ne jemi ata që duhet ta vazhdojmë dhe ta çojmë drejt përfundimit që ai e ëndërronte, por nuk arriti ta shite. Në qiellin e Shqipërisë, Shqiponia dykrenore vazhdon të fluturojë, simboli një kombi që ka mbijetuar shekuj sfidash dhe që vazhdon të luftojë për vendin e vet në botë. Kjo Shqiponie na kujton se jemi pasardhës të një tradite të gjatë dhe të lavdishme, por edhe se kemi detyrën ta mbrojmë dhe ta pasuronim këtë trashëgimi. 28 nëntori i vitit 1912 ishte dita kur kjo Shqiponie u ngrit përsëri pas shekujsh robërie, dhe çdo 28 nëntor që vjen është një mundësi për të rinovuar premtimin që Qemali dhe bashkëpunëtorët e tij i bën kombit në atë ditë të largët. A jemi ne gati ta mbajmë këtë premtim? A jemi gati të sakrifikojmë për të ardhmen e Shqipërisë si sakrifikuan ata për lindjen e saj? Përgjigjet për këto pyetje nuk gjenden në librat e historisë, por në zemrat dhe mendjet tona, në veprimet tona të përditshme, në mënyrën si jetojmë dhe si kontribuojmë për të mirën e përbashkët. 28 nëntori na fton të reflektojmë, por edhe të veprojmë, sepse historia nuk bëhet vetëm me fjalë, por me vepra. Ismail Qemali e kuptonte këtë të vërtet, dhe për këtë arsye ai nuk u mjaftua me fjalime dhe deklarata, por veproi në momentin vendimtar, duke rrezikuar gjithçka për një ide që besonte se ia vlente. Ne jemi trashëgimtarët e kësaj vepre, dhe na takon të vendosim nëse do ta nderojmë ose do ta tradhtojmë atë që ai filloi. Flamuri vazhdon të valvitet, Shqiponia vazhdon të fluturojë, dhe historia vazhdon të shkruhet. Çfarë faqeje do të shtojmë ne në këtë histori? Çfarë trashëgimie do t'u lëmë atyre që do të vinë pas nesh? 28 nëntori na i bën këto pyetje, dhe ne jemi ata që duhet të japim përgjigjet. Në thellësi të arkivave të Londrës, të Parisit, të Romës dhe të Vjenës, mijëra dokumente presin ende të zbulohen dhe të studiohen. Dokumente që do të na japin një pamje edhe më të plotë dhe më të nuancuar të ngjarjeve që çuan në shpalljen e pavarësisë dhe të pasojave të saj. Çdo dokument i ri që del në dritë shton një copës të vogël në mozaikun e madh të historisë dhe na ndihmon të kuptojmë më mirë kompleksitetin e së kaluarës. Por dokumentet e arkivave, sado të rëndësishme që janë, nuk mund të na tregojnë gjithçka. Ato na tregojnë faktet dhe ngjarjet, por jo domosdo kuptimin e tyre të thellë. Për ta gjetur këtë kuptim, duhet të shkojmë përtej dokumenteve dhe të reflektojmë mbi atë që historia na mëson për veten tonë dhe për të ardhmen tonë. 28 nëntori na mëson se liria nuk është kurrë e garantuar dhe se ajo duhet fituar dhe ruajtur me sakrifica të vazhdueshme. Na mëson se një popull i vogël mund të arrijë gjëra të mëdha kur bashkohet rreth një ideali të përbashkët. Na mëson se udhëheqësit e vërtet janë ata që guxojnë të veprojnë kur të tjerët hezitojnë, edhe kur shanset duken të pamundura. Por na mëson edhe se triumfet janë të brishta dhe se ato që fitohen me vështirësi mund të humbasin lehtësisht nëse nuk ruhen me vigjilencë. Na mëson se historia nuk ecën gjithmonë përpara dhe se ka momente kur duket se gjithçka është e humbur. Na mëson se shpresa dhe dëshpërimi, triumfi dhe tragjedia janë të ndërthurura në mënyra që nuk mund t'i parashikojmë. Ismail Qemali i përjetoi të gjitha këto mësime në lëkurën e vet dhe na i la si trashëgimi për brezat e ardhshëm.
Ne jemi ata që duhet t'i mësojmë dhe t'i zbatojmë këto mësime, sepse historia përsëritet për ata që nuk e kuptojnë atë. 28 nëntori i vitit 1912 ishte një ditë që ndryshoi historinë e një kombi, por ishte edhe fillimi i një rrugëtimi që vazhdon ende sot. Ne jemi udhëtarët e kësaj rruge dhe na takon të vendosim se ku do të na çojë ajo. A do të arrijmë në destinacionin që Qemali e ëndërronte, apo do të humbim rrugës? Përgjigjja varet nga ne, nga çdo njeri prej nesh, nga veprimet që ndërmarrim dhe nga zgjedhjet që bëjmë. Flamuri i zi me shqiponjën dykrenore na shikon nga lart, duke na kujtuar se jemi pjesë e një historie të madhe dhe se kemi përgjegjësi ndaj saj. Le ta nderojmë këtë flamur jo vetëm me fjalë, por me vepra. Le ta bëjmë 28 nëntorin jo vetëm një ditë festash, por një ditë angazhimi për të ardhmen e Shqipërisë. Kjo është thirrja që na vjen nga e kaluara, nga Ismail Qemali dhe nga të gjithë ata që sakrifikuan për lirinë tonë. A do ta dëgjojmë këtë thirrje? A do t'i përgjigjemi asaj me vepra të denja? Historia pret përgjigjen tonë dhe brezat e ardhshëm do të na gjykojnë sipas saj. Në arkivat sekrete të shërbimeve të fshehtësisë italiane, të mbyllura për publikun deri në vitet 2000-tat, ekziston një dosje e trashë me titullin Operacioni Shqipëria 1935 deri 1939, që përmban dokumente të cilat tregojnë se pushtimi i Shqipërisë në prill të vitit 1939 nuk ishte as pak një vendim i papritur, por kulminacioni i një plani të gjatë dhe të detajuar që kishte filluar të përgatitej të paktën 4 vjet më parë. Këto dokumente zbulojnë se agjent italian kishin depërtuar në të gjitha nivelet e administratës shqiptare, kishin rekrutuar informator në oborin e mbretit Zog dhe kishin hartuar plane të sakta për çdo aspekt të pushtimit, nga zbarkimet ushtarake deri te propaganda që do të përdorej për të bindur popullatën shqiptare se italianët po vinin si miq dhe jo si pushtues. Por dokumentet më shqetësuese janë ato që tregojnë se disa figura të larta shqiptare ishin në dijeni të plot të këtyre planeve dhe kishin pranuar të bashkëpunonin me pushtuesit në këmbim të premtimeve për pozita dhe privilegje në regjimin e ri. Kush ishin këta bashkëpunëtorë që tradhtuan vendin e tyre? Pse këto emra u mbajtën sekrete për kaq dekada? Dhe çfarë na tregon kjo për brishtësinë e pavarësisë që ishte fituar me aq sakrifica vetëm 27 vjet më parë? Për ta kuptuar plotësisht dramën e viteve 30 dhe rrugën që çoi drejt humbjes së pavarësisë, duhet të shohim me kujdes procesin gradual të varësisë ekonomike dhe politike që e lidhi Shqipërinë gjithnjë e më ngushtë me Italinë fashiste. Një proces që filloi pothuajse menjëherë pas stabilizimit të regjimit të Zogut dhe që u thellua me çdo vit që kalonte derisa bëri të pashmangshëm përfundimin fatal të prillit të vitit 1939. Ahmet Zogu, i cili ishte shpallur mbreti shqiptarëve në vitin 1928 me titullin Zog i parë, e gjeti veten në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë që kërkonte ekuilibrim të vazhdueshëm mes nevojës për mbështetje të huaj dhe ruajtjes së pavarësisë kombëtare. Shqipëria ishte një vend i vogël dhe i varfër, pa industri të zhvilluar, pa infrastrukturë moderne, pa burime financiare të mjaftueshme për të ndërtuar një shtet funksional dhe për të mbrojtur kufijtë e saj nga fqinjet ambicios që nuk kishin hequr dorë nga pretendimet e tyre territoriale. Në këto kushte, Italia fashiste e Benito Mussolini dukej si partneri i vetëm i mundshëm që mund të ofronte ndihmën ekonomike dhe ushtarake që Shqipëria kishte nevojë kaq të madhe, dhe Zogu vendosi të ndërtonte marrëdhënie të ngushta me Romën, duke shpresuar se do të arrinte të ruante një shkallë autonomie edhe brenda kësaj aleance të pabarabartë. Por kjo ishte një lojë e rrezikshme ku Shqipëria kishte pak letra në dorë dhe Italia kishte të gjitha avantazhet. Marrëveshjet e para ekonomike dhe ushtarake mes Shqipërisë dhe Italisë u nënshkruan në vitet 20 dhe me kalimin e kohës këto marrëveshje u bën gjithnjë më të pafavorshme për anën shqiptare. Italia dha kredi të mëdha për ndërtimin e rrugëve, urave, porteve dhe ndërtesave publike, por këto kredi erdhën me kushte që i dhan Italisë kontroll të konsiderueshëm mbi ekonominë shqiptare dhe që krijuan një borxh që Shqipëria nuk kishte asnjë mundësi reale për ta shlyerë. Oficeri italian u vendosën në ushtrinë shqiptare si këshilltar, por në realitet ata kontrollonin aspekte kyçe të organizimit dhe trajnimit ushtarak. Kompani italiane morën koncesione për shfrytëzimin e burimeve natyrore të Shqipërisë, veçanërisht naftës që ishte zbuluar në vise të ndryshme të vendit, dhe fitimet nga këto koncesione shkonin kryesisht në xhepat e investitorëve italian dhe jo në thesarin e shtetit shqiptar. Zogu ishte i vetëdijshëm për rreziqet e kësaj varësie dhe her pas here përpiqej të gjente alternativa, duke u afruar me fuqi të tjera si Britania e Madhe ose Franca,
Por këto përpjekje nuk patën sukses të konsiderueshëm sepse asnjë fuqi tjetër nuk ishte e gatshme të investonte në Shqipëri në shkallën që Italia po bënte, dhe sepse vetë pozita gjeografike e Shqipërisë e bënte atë një sferë të natyrshme influencë italiane në sytë e diplomacisë europiane. Në vitet 30, presioni italian mbi Shqipërinë u rrit ndjeshëm ndërsa regjimi fashist bëhej gjithnjë më agresiv në politikën e tij të jashtme dhe ndërsa ambiciet imperiale të Mussolinit rriteshin. Italia kërkonte gjithnjë më shumë koncesione, gjithnjë më shumë kontroll, dhe zogu gjendej në pozitën e pamundur të dikujt që duhej të zgjidhte mes nënshtrimit gradual dhe konfrontimit të hapur me një fuqi shumë më të fortë. Dokumentet e arkivave italiane tregojnë se në vitet 1936 dhe 1937, Roma filloi të përgatiste plane konkrete për një ndërhyrje ushtarake në Shqipëri, edhe pse ende nuk ishte vendosur momenti i saktë i zbatimit. Këto plane parashikojnë zbarkime në të gjitha portet kryesore shqiptare, avancim të shpejtë drejt qendrave urbane dhe vendosjen e një administrate italiane që do të zëvendësonte institucionet shqiptare. Paralelisht me përgatitjet ushtarake, Italia intensifikoi edhe punën e fshehtë për të minuar nga brenda rezistencën shqiptare ndaj pushtimit të ardhshëm. Agjent të shërbimit sekret italian rekrutuan informator dhe bashkëpunëtor në të gjitha nivelet e shoqërisë shqiptare, nga zyrtar të lartë qeveritar deri te oficer ushtarak, nga tregtar të pasur deri te gazetar dhe intelektual. Këta bashkëpunëtor do të luanin një rol kyç në lehtësimin e pushtimit dhe në vendosjen e regjimit të ri. Mbreti Zog, i informuar pjesërisht për këto zhvillime nga shërbimet e tij të fshehtësisë, u përpoq të merrte masa kundërvepruese, por resurset e tij ishin të kufizuara dhe depërtimi italian ishte tashmë shumë i thellë për t'u ndalur. Ai u përpoq të forconte ushtrinë, por oficerët italianë që shërbenin si këshilltar siguronin që çdo informacion i rëndësishëm të shkonte në Rom. Ai u përpoq të ndërtonte aleanca alternative, por koha po mbaronte dhe askush nuk ishte i gatshëm të rrezikonte një konflikt me Italinë për hir të Shqipërisë. Në fillim të vitit 1939, situata arriti pikën kritike kur Italia paraqiti një ultimatum që kërkonte praktikisht dorëzimin e sovranitetit shqiptar. Zogu u përpoq të negocionte, të fitonte kohë, të gjente një rrugdalje, por Roma nuk ishte më e interesuar për kompromise. Vendimi për pushtim ishte marrë tashmë dhe çështja e vetme ishte momenti i zbatimit. 7 prilli i vitit 1939, e premtja e zezë e historisë shqiptare, pa tërheqjen e ushtrisë italiane në brigjet e Shqipërisë ndërsa aeroplanet fashist fluturonin mbi qytetet duke hedhur fletushka që ftonin popullatën të mos rezistonte. Zbarkimet filluan në Durrës, Vlorë, Shëngjin dhe Sarand, dhe forcat italiane, shumë më të shumta dhe më të armatosura se çdo forcë që Shqipëria mund të mobilizonte, përparuan me shpejtësi drejt brendësisë së vendit. Rezistenca shqiptare ishte heroike por e pamjaftueshme përballë epërsisë dërmuese të armikut. Në disa pika, ushtarë dhe civil shqiptar luftuan me guxim të jashtëzakonshëm, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme në radhët italiane, por rezultati përfundimtar nuk ishte kurrë në dyshim. Brenda pak ditësh, Italia kishte kontroll mbi të gjithë territorin shqiptar, dhe pavarësia që ishte shpallur me aq sakrifica 27 vjet më parë kishte marrë fund. Mbreti Zog u largua nga Shqipëria bashkë me familjen e tij mbretërore, duke marrë me vete thesarin e shtetit dhe duke lënë pas një popull të pushtuar dhe të tradhtuar. Largimi i tij pa luftë u bë objekt debatesh të ashpra që vazhdojnë edhe sot, me disa që e akuzojnë për frikacakëri dhe tradhtim, dhe të tjerë që argumentojnë se rezistenca do të kishte qenë e kotë dhe do të kishte sjellë vetëm më shumë gjakderdhje pa ndryshuar rezultatin. Por çfarë ndodhi me ata shqiptarë që mbetën pas, me milionat që nuk kishin mundësi të largoheshin dhe që duhej të përballeshin me realitetin e pushtimit? Kjo është historia që shpesh harrohet në narrativat zyrtare, historia e njerëzve të zakonshëm që u detyruan të bënin zgjedhje të vështira në kushte të pamundura, zgjedhje mes bashkëpunimit dhe rezistencës, mes mbijetesës dhe dinjitetit. Regjimi italian i pushtimit u përpoq të krijonte një fasadë të pavarësisë shqiptare, duke vendosur një qeveri kukull dhe duke ruajtur disa institucione formale, por në realitet kontrolli ishte plotësisht në duart e Romës. Mbreti i Italisë Viktor Emanueli III u shpall edhe mbreti i Shqipërisë, duke bashkuar formalisht dy kurorat në një union personal që maskonte realitetin e pushtimit kolonial. Shqiptarët u ndanë në reagimin e tyre ndaj pushtimit. Disa pranuan të bashkëpunonin me regjimin e ri, disa nga bindja se kjo ishte mënyra e vetme për të mbijetuar, të tjerë nga oportunizmi dhe dëshira për përfitime personale.
Të tjerë zgjodhen rezistencën, fillimisht pasive dhe të fshehtë, por gradualisht gjithnjë e më të organizuar dhe më të hapur. Dokumentet e arkivave italiane tregojnë se autoritetet e pushtimit ishin të shqetësuara për nivelin e rezistencës popullore që hasën, edhe pse kjo rezistencë nuk ishte ende e organizuar në forma ushtarake. Bojkote, sabotazhe të vogla, refuzime për të bashkëpunuar, të gjitha këto ishin shenja se popullata shqiptare nuk e kishte pranuar pushtimin edhe nëse nuk kishte ende mjetet për ta sfiduar hapur. Shpërthimi i luftës së dytë botërore në shtator të vitit 1939 ndryshoi kontekstin e pushtimit italian të Shqipërisë dhe hapi mundësi të reja për rezistencën. Italia hyri në luftë në anën e Gjermanisë naziste në qershor të vitit 1940 dhe Shqipëria u bë bazë për operacionet italiane në Ballkan, veçanërisht për sulmin fatkeq kundër Greqisë në tetor të njëjtit vit. Lufta italo-greke e vitit 1940 ishte një katastrofë ushtarake për Italinë që pati pasoja të rëndësishme edhe për Shqipërinë. Forcat greke jo vetëm që i zmbrapsën italianët, por edhe përparuan në territorin shqiptar, duke pushtuar vise të gjera në jug të vendit. Për disa muaj, Shqipëria u bë fushë betejë mes dy ushtrive të huaja dhe popullata civile vuajtit merësisht nga luftimet, bombardimet dhe plaçkitjet. Ndërhyrja gjermane në pranverën e vitit 1941 i dha fund rezistencës greke dhe rivendosi kontrollin e aksit mbi të gjithë Ballkanin, por situata në Shqipëri kishte ndryshuar në mënyra që do të kishin pasoja afatgjata. Dështimi italian në Greqi kishte treguar dobësinë e regjimit fashist dhe kishte inkurajuar ata që ëndërronin rezistencën. Vuajtjet e luftës kishin radikalizuar shumë shqiptarë që më parë kishin qenë pasiv. Në vitet 1941 dhe 1942, lëvizja e rezistencës shqiptare filloi të merrte formë të organizuar me krijimin e grupeve partizane që operonin në male dhe që sulmojnë forcat e pushtimit. Këto grupe përfaqësonin spektrin e plot politik, nga komunistët e organizuar në Partinë Komuniste të Shqipërisë të themeluar në nëntor të vitit 1941, deri te nacionalistët e ballit kombëtar dhe monarkistët e legalitetit. Bashkëpunimi mes këtyre grupeve të ndryshme ishte i vështirë dhe shpesh i pamundur, sepse ata kishin vizione shumë të ndryshme për të ardhmen e Shqipërisë pas çlirimit. Komunistët donin një revolucion socialist që do të transformonte rrënjësisht shoqërinë shqiptare. Nacionalistët donin një Shqipëri të pavarur dhe neutrale që do të ruante strukturat tradicionale të shoqërisë. Monarkistët donin kthimin e mbretit zog dhe rivendosjen e regjimit të mëparshëm. Këto dallime ideologjike u thelluan me kalimin e kohës dhe çuan në një luftë civile që u zhvillua paralelisht me luftën kundër pushtuesve, një tragjedi brenda tragjedisë që la plagë të thella në shoqërinë shqiptare. Vëllezër luftuan kundër vëllezërve, fshatra u shkatëruan nga shqiptarë dhe jo vetëm nga të huajt, dhe urrëtiet që u krijuan në këtë periudhë do të trashëgoheshin për breza të tërë. Kapitullimi i Italisë në shtator të vitit 1943 solli një ndryshim të madh në situatën e Shqipërisë, por jo çlirimin që shumë kishin shpresuar. Forcat gjermane zëvendësuan menjëherë ato italiane dhe pushtimi vazhdoi në një regjim edhe më brutal. Gjermanët ishin më pak të interesuar për fasadat e pavarësisë dhe më të gatshëm të përdornin dhunën ekstreme kundër çdo rezistence. Viti i fundit i pushtimit, nga shtatori i vitit 1943 deri në nëntor të vitit 1944, ishte ndoshta periudha më e përgjakshme në historinë moderne të Shqipërisë. Luftimet mes partizanëve dhe forcave gjermane, lufta civile mes grupeve të ndryshme shqiptare, represaljet brutale kundër popullatës civile, të gjitha këto krijuan një situatë kaotike dhe të tmerrshme ku jeta njerëzore kishte humbur çdo vlerë. Fshatra të tëra u dogjën dhe banorët e tyre u masakruan si ndëshkim për mbështetjen e dhënë partizanëve. Qytete u bombarduan dhe u plaçkitën. Mijëra njerëz u deportuan ose u zhdukën pa lënë gjurmë. Uria dhe sëmundjet korrën jetë në shkallë që i afrohej një katastrofe humanitare të plotë. Në këtë kaos, forcat komuniste të udhëhequra nga Enver Hoxha arritën gradualisht të fitonin epërsinë mbi grupet e tjera të rezistencës, duke përdorur një kombinim të aftësisë organizative, mbështetjes së jashtme nga Jugoslavia dhe Bashkimi Sovjetik dhe gatishmërisë për të përdorur dhunën kundër rivalëve të brendshëm. Kur forcat gjermane filluan tërheqjen e tyre nga Shqipëria në vjeshtën e vitit 1944, komunistët ishin tashmë forca dominante që kontrollonte pjesën më të madhe të territorit.
29 nëntori i vitit 1944 shënoi çlirimin e plotë të Shqipërisë nga pushtimi gjerman, një ditë që do të festohej për dekada si dita e çlirimit dhe e fitores. Por çfarë lloj lirie solli ky çlirim? Për shumë shqiptar, veçanërisht për ata që kishin luftuar në anën e grupeve jo komuniste ose që kishin qenë neutral, çlirimi nga pushtimi i huaj u pasua menjëherë nga një shtypje e re, kësaj radhe nga bashkëkombësit e tyre. Regjimi komunist që u vendos pas çlirimit filloi menjëherë një fushat të ashpër kundër të gjithë atyre që konsideroheshin armiq të klasës ose tradhtar të popullit. Mijëra njerëz u arrestuan, u gjykuan në procese të shpejta dhe të padrejta dhe u dënuan me burgim ose me ekzekutim. Familje të tëra u shpallën armiq të popullit dhe u dënuan të vuanin për gjenerata të tëra për krimet e supozuara të parëve të tyre. Kjo është njëra nga ironitë më të hidhura të historisë shqiptare, fakti që lufta për liri nga pushtimi i huaj çoi në vendosjen e një regjimi që do të ishte ndër më shtypësit në historinë europiane. Shqiptarët që kishin luftuar dhe sakrifikuar për pavarësinë e vendit të tyre u gjetën në një diktaturë që i mohonte liritë më themelore dhe që i ndëshkonte brutalisht për çdo shprehje të mendimit të lirë. Por si lidhet kjo histori e errët me trashëgimin e 28 nëntorit të vitit 1912 dhe me figurën e Ismail Qemalit? Regjimi komunist e përdori 28 nëntorin si ditë feste zyrtare, por e interpretoi atë sipas ideologjisë së vet, duke e paraqitur shpalljen e pavarësisë si një hap në rrugën drejt revolucionit socialist dhe duke minimizuar rolin e figurave si Qemali që nuk përshtateshin me narrativën zyrtare. Qemali u paraqit si përfaqësues i klasës borgjeze që kishte luajtur një rol të kufizuar dhe të përkohshëm në historinë kombëtare, ndërsa roli i komunistëve në luftën e çlirimit u egzagjerua dhe u mitizua. Historia u rishkrua për t'iu përshtatur nevojave ideologjike të regjimit dhe brezat e rinj u rritën me një version të së kaluarës që ishte i deformuar dhe i paplodh. Dokumentet e arkivave të regjimit komunist, të cilat janë hapur pjesërisht për studiuesit pas vitit 1990, tregojnë se sa sistematike ishte kjo manipulim i historisë. Dosjet e sigurimit të shtetit përmbajnë raporte të detajuara mbi përpjekjet për të kontrolluar narrativën historike, për të censuruar çdo interpretim alternativ dhe për të ndëshkuar ata që guxonin të sfidojnë versionin zyrtar. Historianë që përpiqeshin të shkruanin për figura si Qemali në mënyrë të pavarur u përballën me presione dhe ndëshkime. Libra u censuruan ose u ndaluan plotësisht. Arkivat u mbyllën për studiuesit e pavarur. Një murheshtjeje u ngrit rreth aspekteve të historisë që nuk përshtateshin me narrativën zyrtare. Por edhe brenda këtij sistemi shtypës, kujtesa popullore ruajti fragmente të së vërtetës që nuk mund të zhdukeshin plotësisht. Në familje, historitë e të parëve transmetoheshin në heshtje nga njëri brez te tjetri. Në fshatra të largëta, traditat dhe kujtimet mbjetonin pavarësisht përpjekjeve të regjimit për t'i zhdukur. Dhe kur regjimi ra më në fund në vitin 1990, këto kujtesa dolën në dritë si lumenj nëntoksor që shpërthejnë në sipërfaqe. Rënia e regjimit komunist hapi një kapitull të ri në marrëdhënien e shqiptarëve me historinë e tyre dhe me trashëgimin e 28 nëntorit. Figura e Ismail Qemalit u rizbulua dhe u rivlerësua, dhe ai u njoh zyrtarisht si baba i kombit dhe themelues i shtetit shqiptar. 28 nëntori mori një kuptim të ri si ditë e pavarësisë dhe e identitetit kombëtar, e çliruar nga interpretimet ideologjike të regjimit të mëparshëm. Por ky proces rizbulimi nuk ka qenë pa probleme dhe pa kontradikta që meritojnë të shqyrtohen me kujdes. Në dëshirën për të korrigjuar gabimet e historiografisë komuniste, ka pasur një tendencë për të krijuar mite të reja që janë po aq të thjeshtuara dhe po aq larg realitetit historik sa ato që zëvendësuan. Qemali është paraqitur shpesh si një hero pa të meta dhe 28 nëntori është festuar si një triumf i pastër, duke harruar kompleksitetin dhe koston e vërtet të ngjarjeve. Arkivat që po hapen gradualisht na japin mundësinë të ndërtojmë një pamje më të nuancuar dhe më të saktë të historisë, por kjo kërkon gatishmëri për të pranuar se e kaluara nuk ishte as aq e errët sa e paraqiti propaganda komuniste, as aq e ndritshme sa e paraqesin mitet e reja nacionaliste. E vërteta, si gjithmonë, ndodhet diku në mes, në një territor kompleks ku heroizmi dhe dobësia, triumfi dhe tragjedia bashkëjetojnë në mënyra që nuk përshtaten lehtë me narrativat e thjeshta. Shqipëria e sotme, më shumë se 100 vjet pas shpalljes së pavarësisë, vazhdon të përballet me pyetje themelore për identitetin dhe të ardhmen e saj që kanë rënë të thella në ngjarjet e vitit 1912 dhe në gjithçka që pasoi.
Procesi I integrimit evropian, që është objektivi strategjik I deklaruar I të gjitha qeverive shqiptare pas vitit 1990, ngre pyetje interesante për kuptimin e sovranitetit dhe pavarësisë në shekullin 21. A është antarësimi në Bashkimin Evropian një formë e re e humbjes së pavarësisë, apo është realizimi I plotë I asaj që Qemali ëndërronte kur kërkonte që Shqipëria të bëhej pjesë e familjes së kombeve evropiane? Kjo është një pyetje që ndan shqiptarët edhe sot, me disa që e shohin integrimin evropian si rrugën drejt modernizimit dhe prosperitetit, dhe të tjerë që shqetësohen për humbjen e sovranitetit dhe të identitetit kombëtar. Qemali vetë, nëse do të mund të shite Shqipërinë e sotme, ndoshta do të kishte ndjenja të përziera. Ai ishte një europian I bindur që besonte në vlerat e qytetërimit perëndimor dhe që donte që Shqipëria të bëhej pjesë e këtij qytetërimi. Por ai ishte edhe një patriot I zjarrt që kishte sakrifikuar gjithçka për pavarësinë e vendit të tij dhe që do të kishte qenë I shqetësuar për çdo formë të varësisë së re. Trashëgimia e 28 nëntorit na fton të reflektojmë mbi këto pyetje të vështira dhe të kërkojmë përgjigje që janë të përshtatshme për kohën tonë, duke ruajtur njëkohësisht vlerat themelore për të cilat Qemali dhe bashkëpunëtorët e tij luftuan. Pavarësia nuk është një gjendje statike që arrihet një herë e përgjithmonë, por një proces I vazhdueshëm që kërkon vigjilencë dhe angazhim nga çdo brez. Në arkivat e Vlorës, dokumentet origjinale të shpalljes së pavarësisë ruhen ende si dëshmi e një momenti kur e pamundura u bë e mundur, kur një grusht njerëzish vendosën të sfidojnë perandoritë dhe të shpallin lindjen e një kombi. Këto dokumente, të zverdura nga koha por ende të lexueshme, na kujtojnë se historia bëhet nga njerëz të zakonshëm që vendosin të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme në momente kritike. Por dokumentet më të rëndësishme nuk janë ato që ruhen në arkiva, por ato që shkruhen çdo ditë nga shqiptarët e sotëm, në vendimet që marrin, në veprimet që kryejnë, në mënyrën si e ndërtojnë të ardhmen e vendit të tyre. Trashëgimia e 28 nëntorit nuk është një relikt I së kaluarës që duhet ruajtur në muzeum, por një detyrë e vazhdueshme që kërkon angazhim aktiv dhe sakrifik nga çdo brez. Flamuri I zi me shqiponjën dykrenore që Ismail Qemali ngriti në atë balkon të Vlorës vazhdon të valvitet mbi Shqipërinë, simbol I një ëndre që nuk u shua kurrë plotësisht edhe në momentet më të errëta të historisë. Por flamuri është vetëm një simbol dhe simbolet marrin kuptim vetëm nga veprimet e atyre që I mbajnë dhe që jetojnë nën hijen e tyre. Çfarë kuptimi do t'i japim ne këtij flamuri në shekullin 21? Çfarë Shqipërie do të ndërtojmë për brezat e ardhshëm? A do të jemi në lartësinë e sakrifikave të atyre që erdhën para nesh, apo do të lejojmë që ëndra e tyre të zbehet në mpeshën e problemeve të përditshme dhe të interesave të ngushta? Këto janë pyetjet që 28 nëntori na I parashtron çdo vit kur festojmë këtë ditë historike, dhe përgjigjet që japim do të përcaktojnë jo vetëm fatin ton, por edhe fatin e atyre që do të vinë pas nesh dhe që do të trashëgojnë atë që ne u lëm. Historia nuk ka përfunduar dhe ne jemi ata që po e shkruajmë çdo ditë me veprimet tona. Ismail Qemali e bëri pjesën e tij në kushtet e kohës së tij, me të gjitha kufizimet dhe mundësitë që kishte. Tani është radha jon të bëjmë tonën, në kushtet e kohës son, me kufizimet dhe mundësitë që kemi. Çfarë do të shkruajmë ne në faqet e historisë shqiptare? Çfarë trashëgimie do t'u lëm brezave të ardhshëm? 28 nëntori I vitit 1912 ishte fillimi I një rrugëtimi që vazhdon ende sot dhe që do të vazhdojë për sa kohë që ekziston kombi shqiptar. Rruga ka qenë e gjatë dhe e vështirë, me ngritje dhe rënje, me triumfe dhe tragjedi, me momente krenarie dhe momente turpi. Por rruga vazhdon përpara dhe çdo brez ka mundësinë dhe detyrën ta çojë më tej drejt asaj Shqipërie të lirë, të fortë dhe të respektuar që Qemali dhe bashkëluftëtarët e tij e ëndërronin në atë ditë të largët nëntori. Në qiellin e Shqipërisë, shqiponja dykrenore vazhdon të fluturojë, simbol I një kombi që ka mbijetuar shekuj sfidash dhe që vazhdon të luftojë për vendin e vet në botë. Kjo shqiponje na kujton se jemi pasardhës të një tradite të gjatë dhe të lavdishme, por edhe se kemi detyrën ta mbrojmë dhe ta pasuronim këtë trashëgimi me kontributin ton. Le ta nderojmë 28 nëntorin jo vetëm me fjalë dhe ceremoni, por me vepra që e bëjnë Shqipërinë më të fortë, më të drejtë dhe më të respektuar. Le ta mbajmë gjallë ëndrrën e Qemalit duke punuar çdo ditë për realizimin e saj. Dhe le t'u tregojmë brezave të ardhshëm se ne ishim të denjë për sakrifikat e atyre që na dhanë lirinë dhe mundësinë të jetojmë si komb I pavarur. Kjo është thirrja që na vjen nga historia, nga Ismail Qemali dhe nga të gjithë ata që sakrifikuan për ne. A do ta dëgjojmë këtë thirrje? A do t'i përgjigjemi asaj me vepra të denja?
Përgjigjja që japim do të përcaktoj se çfarë do të thotë 28 nëntori për brezat e ardhshëm, dhe nëse kjo ditë do të vazhdoj të jetë burim krenarie ose do të bëhet vetëm një kujtim i zbehur i një ëndre të parealizuar. Flamuri vazhdon të valvitet, shqiponja vazhdon të fluturojë dhe historia vazhdon të shkruhet nga ne, çdo ditë, me çdo vendim që marrim dhe me çdo veprim që kryejm. Le ta bëjmë këtë histori të denjë për ata që e filluan dhe për ata që do ta trashëgojnë.